që ato, po bra. Shumë e qartë. Për biznes, ma veshje, e nalja, në s'ke të shku. Hajde këtë i me unë herë. Fake, ashtu. Okej. Ani, do me thonë, unes je që një kohë zbëj kësi hyrje pa lidhe, ideja është që vesh me thonë, hi. Val. Hi. Hello. Se një mirë, Ta bëjmë për ty. Ha? Ta bëjmë. Po, banë ti. Nësi ati se të ka marrë mali. A ki pa që për nxonë pak me Dua Lipën. Po. Vale mira këtu, si që tash në fillim, është që jena pak ma flex se na jena kështë edhe si familja. Unë me motrën e Valës jena konë best friends, tash të kalëzoj pude. Për me mandena kanë nda rrugët se ka shku në Greqi, unë e kom vazhdu me studime këto, po për ndryshe jena konë bje FIFA. Vala u konë shumë e vogël kështë kër. Se kur qa që vogël, 3 vjetë me vogël, po s'di që shi kom duk, ju kom shku nerva këty në sigur. Na ka pengun në loj. Se keni interesu. Ama shumë i ke pas foret e kështu të forta, e bo pak ma serioze ti lately. Se i ku njeri ma përregji. Puna e kërkan. Po dhe puna kërkan. Na, Spani sot këna mi thy pak kështu barjera, seriosisht. Këthejna foreve. Të vje dhetës. Nga, puna është që unë jem lodh pak prej do miteve që vazhdojnë, a ki pa na menojmë që na bo bajat të full për qato, edhe të i thy qato mite, edhe të i përmend njëta sene, po në fakt nuk ish ball me full për të njëtin sen. Do me thonë, në ditë sotit, në rrjetet sociale, në edukim, po kish nevoj me e përmen vazhdimisht që atë një farë 10% në cilin duhet mu koncentru për me e përsërit në njërë që njerëzve me i ardhen vesh ajo. Kështu që këna me full pak sot për nashta tema kryesore ka me konë qysh me hum pesh edhe qysh me fitu muskuj edhe disa sene tjera cilat janë folën shumë si kur embelzus artificial, këto vajrat e farave, që shithojnë më angli, seed oils. Seed oil, po të farave. Po. Mandej qëto senet e zakonshme me cilat njerëzit kanë problem, pyetjet që i bojnë rreth intermittent fasting ose kësaj 16-8 që është ndikon të gratë pak, e që është me radhë. Do me thonë, kretë senet këna mi prejkë pak, ka pak. Kur vjen puna, unë mas shumë t'i kom qef me full për proteinën. Sepse e kom pa non-stop në praktikën teme në gym, edhe në konsulenca që njerëzit kanë shumë probleme me marrjen e proteinës në Kosovë. A ki pa dhe ti të njëjtin problem? Ekziston, po si problem, se pavarësisht që unë menoj që shumë gjella tona e përfshin mishin, po nashta përpos që asaj, nuk është që marrim mjaftueshëm proteina gjatë ditës. Mandej na jena një popull që jena adhurus të madh brumnave. E brumnat nuk janë fort të pasuna proteina për mos me thonë heq. Kështu që definitivisht ka djeni për proteina që ajsa në di se si në krejt botën karbohidratet janë të demonizume, do me thonë edhe në Kosovë. Mirë po, e shoh që njerëzit nuk e din shumë mirë çka ka proteina e çka nuk ka proteina. Për shembull, këtë herë kom një sene të çuditshme si brokolli ka proteina. Dhe në brokolli është ushqim shumë i mirë, po brokolli nuk është ushqim i pasur me proteina. Po definitivisht, që e tha dhe tema përpara, sa duket që këtë mitet janë already thyme dhe shumica e njerëzve e din çka është met e çka s'është met, veç bjen me pas kontakt me një njeri me folje dhe e shet që okej, që ky met hala po vazhdoj ka me ekzistu. Kështu që definitivisht edhe unë menoj që tepër është me rëndësi me vazhdu me kallëzu për çto mite, edhe gjithmonë me u kallëzu njerëzve çka për një me po kallëzon shkenca, pavarësisht se ka dalë një person i cili një farë infermiere di që është në Amerikë, diçka që ka emrin që del non-stop ma vjetër. Po doket për di se di emrin, po për di krejt që shdoket, po për di qa bën, po. Gjithë me një fashkum se ndorë. Po, qaja, po. Qaja, diçka te për shpesh del me do farmite, edhe kështu tash e kom po që edhe për këthejnë video të sajnë adin
Zdi, po shumë interesant qysh që ta, po mdoket njerëzit e kanë ma let me besu në diçka absurde. Shumë e vërtet. Nuk e di pse është kjo dhe normal që puna e njerëzve të cilët e përcjellin shkencën edhe publikimet edhe gjëra të cilat janë të tregume që janë evidence based, gjithmonë duhet me shku kundër një rrymë tepër të fortë budallakis. Dikush një ditë ma qenë një video të njonit e pike urinën e vet. Edhe thash, për shembull, a ka ndonjë mënyrë në këtë jetë që tashti me qëtë problem të internetit që i ka ranë dorë të lefar bodalle, qësh mundet njeri mi paksu që ata, do me thonë, qaj ban njeri me që ato se dikush edhe qote ngan qiftin e tina. Për shembull, garant ka qitë lëng të ananasit atë, edhe tashti i kalzën dikujna që abdenu në pepi urinën teme, sepse qështu jam të jetu si kur ata në kohë të shpelës, edhe ke absurde nuk mujta as me këshyr deri në fund, mu kujtu të shkum WC për vetë, e shajta kështë tashin po dalla njere. Edhe tash ku me di sa njere nga edhe e kish 2 milion followers a i tipi në Amerikë. Ti për dhezin që ato vedo që kjo është bashkë që shëthati, sa ma absurde që është vedoja, sa ma e pabesushme, njerës kam prirje me besu ma shumë. Nuk e kuptoj pse. Unë edhe një sen që e vrej që najherë për shambull kër flas me njerëz dhe ju kalzoj nëse këshilla duket shumë e thjesht, veç ju duket që se sen s'po dek. Po qashtë. Shumë thjesht, në deficiti kalorive, jo be, kështë, është diçka pak ma... Po du diçka diçka glamuroze me kalzu me ardhë me thonë na i farë sekreti. Po që këto senet ashtu rekomandime ka nalë prej shumë studimeve që ato janë ekstremisht komplikume me ardhë deri të rekomandimi, po në fundit qëllimi jonë është me kallëzu diçka që është e kapshme për publikun e gjerë. Kështu që... Po, shumë mirë që dolem qëto në si përfaqe para se me hi ma fell në temë, sepse në fakt, asë një prej temave që kena me diskutu sot, nuk e kanë rëndësin që aqë shumë sa ka rëndësin që kjo pjesë, që njerëzit vërtet dojnë një përgjigje glamuroze me adhonë, për pyetjet e shpeshta që i kanë, për qysh me humbë peshen, qysh mi hek barkon, qysh mu bo ma të shëndetshëm, edhe ka një herët dokët edhe vetja diqysh pa lidhje, të janis të e gjuku me sytë e tjerve, kur kemi thonë, qëre, kur dënë me hu pesh, vish dush me konë deficit kalorik. Do me thonë, dush me konën minus, me qatë sohan, edhe pak me shkun plus me aktivitetin që e ban, edhe që tu kryhet. Tash na e dim që ka një herë apetitin e komplikojnë sa në tjera. Mundesh me pas naj, qa po di, problematik, që pëzojmë zakonisht gratë kanë qef me alon fajnë tiroides për mos humbjet peshës ose paknasive tjera, po prapë është përgjigja deficiti kalorik. E ta shqush me mrit e supresimi apetitit, ma ndena muj me full për... Po, edhe është definitivisht që mundohemi me gjetë një arsye tjetër, një mënyrë në është ta ma thjesht me mbrit deri te rezultate, për që ato... veç me hongër ma pak duket që për një me për shumicën e njerëzve është e vështirë. Adem po bona e sinqertë se nuk është diçka, është nashta e thjesht me u thonë, po nuk është qaq e lehtë me u apliku, me u zbatu. Kështu që për që ato mundohemi me gjetë diçka tjetër, si për shembull që puna e tiroides që edhe besoj drejt me tregu për derisa është mirë e kontrolluar me anë medikamenteve, ajo mos besisht do është me qenë problema. As pak. Edhe problemi nëse e këqyrim në përkthim kalorik, sigurisht edhe te edhen edhe ma mirë, është deri në 300 kalori maksimum që të ngadalsohet metabolizmi si pas do studimeve, po nuk është kur gjo ma shumë. Në fundit, ajo është tepër lehtë e kompenzueshme me një ecje 30 minutë që shpejt, ose veç përfshirje në aktivitetit fizik, do me thonë mundë me e komplet me njanu qatë sen si problem, edhe as mos me vrejt, jo mu viktimizu tash me thonë, kam unë e tiroiden, definitivisht nuk me hu pesh, qaj apo ma vështirëson, se për një me është rren. Po tash, kur mu këthy hala ma në pjesën ma hala ma thjesht, qa është deficiti kalorik? Sepse shumë njerëz, nashta kur të thëmë deficiti kalorik, se kuptan fjallën deficit, se kuptan fjallën kalori, dikush më falke diçka për gërmi, tha, ti për është e mirë, kur është në 6 mëngjes kur jenë gërmi, është që ajo pjesa ofër rrugës diçka se ka shumë kalori ajo. Dole nda pikë.
Tash çka? Çfarë kalori, bro? Kush ka kalori? Rruga ka kalori. Okej, great. Që kalori ka mendu me thonë. Nuk e Ma di shumë. që ka mendu me thonë, veç ka mendu që diçka. Aldër, më po me ndënë. Po s'mojsha kur qysh me nxjerr se ka dhe, bro. Nashta ka dash me thonë dheu ka kalori. I don't know. Maybe it's edible. Po, okej, deficiti kalorik. Kështu, me njës mas pari prej energjisë ose kalorive, bravo, nice. është diçka që na vazhdimisht të shfrytëzojmë, do me thonë që ato janë kalorit, për ndryshe janë energji, cilat na i marim prej ushqimit, edhe i shfrytëzojmë me anë të aktivitetit fizik. Kur folim për aktivitet fizik, na nuk folim veç për ushtrime, se njerëz mendojnë që aktiviteti fizik janë veç ushtrimet me shku 1 orë ti me ushtru, edhe me u kthy në shtëpi me nejton ditën në shtëpi ki kry. Shumica përfshi vetëm, përfshi këtu, qaj është aktiviteti jam fizik, do me thonë minimalisht jam aktive në pjesën tjetër ditës, po aktivitet fizik përfshin edhe aktivitetin fizik që e bën në mënyrë të paqëllimshme, për shembull një ecje prej një pikë në pikën tjetër, lëvizje gjatë ditës, tash edhe varësisht prej natyrës punës, kuptohet. Po çështo djeg kalori, edhe i merr kalorit me anë të ushqimet. Tash deficiti i kalorive na jena në një ka të bëjë me balancin e energjisë. Do me thonë, jena në balans të energjisë, kur hajmë kalori, qatë sa djegim. Do me thonë, për derisa jena të hungër qatë sa djegin, jena në barazim, kena me najtë në peshën që jena. Kur marim kalori ma shumë se sa që djegim, kemi me shtu peshë, që kjo është surplus i kalorive, do me thonë, jetu marë ma shumë kalori se sa që duhet, kur hanë ma pak kalori se sa që djeg, kime hu peshë, që kjo është deficiti kalorive. Do me thonë thjesht është mënyra se qysh e mbrin deficitin e kalorive, nëse e thojmë kështu te për thjesht është të hungër ma pak. Nëse muj me hi pak ma fellë dhe me këshyrë se qysh mundet për shambull me u matë qaj sen, njërë bazike që ka bëhet është që matët metabolizmi jëtë bazal, që i bjenë so kalori i djekë të gjatë ditës, nëse kështë najton ditën shtrit, pa bukur gjo, veç për me mujtë në regull me të funksionu organet në qatë gjendje që je, edhe ajo matët në bazë të peshës, gjatësis, gjinis, mosha, mirë është nëse edhim edhe kompozicionin e trupit, për shambull, a ki ma shumë muskuj, a ma shumë yndyrë, që kjo e përbën metabolizmin bazal, edhe mandej metabolizmin bazal jashtojmë edhe nivelin e aktivitetit fizik që e bojmë gjatë ditës, që shë përmenda përfshit qëllemshëm edhe të pa qëllemshëm. Në momentin që edhim që të vlerën se so kalori i djekte me krejt aktivitetet që i bojmë, e dim sa kalori duhen ty për me hu pesh, ose me shtu pesh. Nëse i djek 2000 kalori me krejt aktivitetet fizike, nëse do në me hu pesh, dush mi hongër diku të 1500 kalori. Varet sa shkon në deficit. Deficit është nëse i hanë edhe 100 ma pak, edhe ajo dëbjen deri të humbja e peshës, po në njërë mat nga dalshme. Në që 300 deri 500 kalori, dëbjen të një humbje e peshës që na e konsiderojmë diku të 0,5 deri në 1 kilogram në javë. Që është ballë, se shumica e njerëzve dojnë 7 javë. Humbni 8 kila për një javë, me mjaltën magjike ose çka do të farë do premtimi tjetër. Qajat janë tash në mod. A qajat ka kanë moda? Nice. Cili? Ku me di. Reklama. Të dojnë tash, po. Aj me dhe. O zët. Po, tash për me bo që të... A, morët vesh mas pari, bre. A, kuptu, bre. Që s'ka kalori në rrugë. Ka kalorive që në shqem. Më dojnë që është benzini jonë. Si kere që ka benzinin ose... Qa është më rajo benzin edhe? Qa është? No. Naft, bravo. Naft edhe benzin. Si që... Tash edhe me Po. rrëm. A, ta... S'ko ke update i rrës. S'kam falu në old school. Po. Elektrik. Ani që shetha ka dole, kështë e më falë, po edhe me rrym ka. Po. Dhe me thonë, i kena 3 forma me e mush kerrin me energji, njët na mushim vetën me energji për mes ushqimit edhe diellit. Po, ideja është që deficiti kalorik ose surplusi kalorik mbrihet që ashtu që shë spjegoj vala dhe prandaj kur dojnë me thonë që dikush kush dojnë me hum pesh ose dikush që dojnë me fitu pesh, ato në që dojnë me fitu pesh përgjigja është dush me hongër ma shumë
ose livrit e komën ma pak, apden, që të na ketjon me nerva livritin komën një orë. Është të nejtë. Thu djega. Po, që ajo djeg pak, që ato që pëthu fidgeting, që ajo që është tu... Po, ama nëse e bën, e kom lexuar që nëse e bën qëllimisht, nuk llogaritet. Po nëse je njeri që je ma i lëvizshëm ton kohën vetë prej natyrës, nuk je dikush i qetshërën, është në gjendje më nejtë. Besom që edhe vrejtë, të njerëz e vrejnë fizionomi, Po. çfarë karakteri është, aden, ku për një me ka, Qashtu, është vërtet, ajo 100%. Të njerëzit që janë përgjithësi më të lëvizshëm, në krejt që to 3 sferat që i spjegove të shpenzimit të energjisë, prej frymarrjes edhe vetë ekzistencës edhe funksionimit të organeve, deri te lëvizjet më të vogla dhe aktiviteti i qëllimshëm fizik, nuk mjafton vetëm me shku në fitness ose me bo ushtrime, sepse ajo ndikon, po ndikon në formën që ndikon në metabolizëm, apo jo, ndikon kur të bojmë ushtrime me strength training ose ushtrime të forcës, ndikon deri në 48 orë që na shpenzojmë kalori ma shumë, por për me hup pesh, duhet me lëviz, duhet me ecë. Një diçka që është zhduk komplet. është duk për shkak që tash edhe duhet më bo realist, mënyra e jetesës që ashtu ta... Po. E ka imponu pa tjetër. Ta imponon, aden, kështu që jo me thonë që është diçka mirë kjo që ka ndodhë, normal që i shkon mirë nëse kishim vazhdu me qenë aktiv, po... Po për që ato du me gjithë mënyra që pa tjetër, ose s'paku nëse s'jetu hum pesh, atëre veç pajtosh tu, unë e dip se s'jem tu hum pesh, po nuk mundosh për mes qajrave, mjaltave, edhe sanëve magjike edhe besimit në gjëra që nuk kanë kur farë lidhje, me hum peshën edhe pastaj me bo sana ekstreme. Ose që edhe kjo ideja me shku me ushtru njeri një orë, të ke fundit është ma mirë se sa me najton dritën shtrita, den, të ke fundit, unë e menoj që për para nuk ka qenë që kjo kultura e të ushtrumit se njerës kanë qenë non-stop në lëvizje se kanë pas në men ato me shku të një ven me ushtru, kjo është kulturë që ka ardhë vitet e fundit. Bile për para ka qenë një mendim që nëse ki trupin e mirë të s'ki që shkon me ushtru në fitness. Haloko do qasi që se unë e di që po mdoj me një shoqe, se më së për vetë, më kur vesh ajo shoqja trupin shumë të mirë, shkojshim bashkë, ja vesh nësoj të s'pas ke nevoj, e ti po, ti të i dhona unë e po. Jo, për një me u kun qaj menimi që aden ushtran ti nëse fitness shkojnë vesh njarë që kanë nevoj me shku aden për shkak trupet. Ka najhal, janë smooth diqka, si janë mirë. Po, në fakt, fitnessi ose ushtrimet, se mës me përkufizu në fitness o me ushtru mu në natyrën shpe ku dush, po ushtrimet për forcë janë diçka obligative për trupin edhe për ekzistencën tonë. Vish është trupi jonë është i dizajnum që pa tjetër me ushtru në mënyrë që mu plak ma vonë. Një ndër arsyet pse njerëzit e na duken ma të plakun ma herët, është shkaku që stresorët e jashtëm edhe vetë mënyra jetesës dhe mungesa e mirëmbajtjes së trupit për mes ushtrimeve i plak shumë ma shpejt. Edhe për që ato edhe kena dhe smundje kronike ma të shpeshta të na dhe probleme tila që dhe i dyti për diçka në kohët, sepse stilin e jetës nuk e kemi si që është të zhvillu më përëndim spaku për ka pjesa aktivitetit fizik. Është sidomos mushat ma të vjetra, aden që nuk e kanë pas atë kulturë dhe zdojnë as me adaptu në stilin e ty në tjetesës me janis me ushtru në qëfar do mënyre me umarë me aktivitet. Tek disa njerëz, ose me thonë profesionist, ose ma sakt me thonë ndërmars njerëz të biznesit, të cilet premtojnë metodat të ndryshme të humbjes peshës, po i përdorin do farë, s'po di, aeroplana e do farë s'di qëfar sene për me hu pesh. Qka është sekreti që aty? Qka ndodhë që aty? Qysh në fakt humbin pesh që për shambull dalin do dhe thojnë po valla ta unë e ka pas rezultat. A mendon që është deficiti kalorik që ato i mbështjellën me një shtres të glamurozitetit që a japin njerëzve, në fakt njerëzit nuk e din abden që
apet janë të hinë deficit kalorik, vetëm përmes një dietë ekstreme, që japet për një kohë të shkurtër. Për shembull, thot dikush hin çton që të maqin se kime hu pesh, edhe ja jap një letër përpara i thot, Abden, ç'a ndodh çatë? A është ndodh deficiti kalorik? Realisht që ajo është nëse në momentin që shumica edhe që të në qojnave për dopsim. Aty shkruan pije 2 qoja në ditë, mos ha sheqerna, mos ha brumna, mos pi pijet gazume, edhe kime pas rezultat. Tash, krejt këto të rijat, me qaj e pa qaj kishin pas rezultat. Aty s'kish pas... qashtë normal. Nëse s'han krejt qëto sende që edhe pse ju gjithë, se nëse jeni njeri që si han ato edhe veç nuk i han mu, nuk ka najfar rezultati, po definitivisht, që to sendet që janë nëse e të folë për këse qendra të dopsimit. Se do është ta mu bo qike mirë, po. Okej, roasted. S'ko këna update i rotit. E qita si për anash. Ajo puna që hen aty e djersitës që mështjelësh me kese e sende, gjithmonë, se kom klienta që andin kam pas rasti, vjen me një farë diete, një dietë që më ka rasti me pas, dje ki pati najhere. Jo, veç kom një diçka që është veç me pi, s'ka kur gjo me hongër, më duket. Në format të ndryshme, nështë në qendra të ndryshme, po është një që realisht i kam lidh krejt dietat e mundshme të internetit, edhe jëmë po bashkë aty, adem shumë dieta laknës, dieta me banane me qëmsht, dieta veç me mesh, dieta me orez, dieta 24 ditore, kejt e mbledh e përmbledhur, edhe qka dhez. Definitivisht është maskim i deficitit të kalorive në nëjë mënyrë, edhe unë që cajnë... Maskim i deficitit kalorik, that's the right word. Bravo bre, qajo. Dhe me thonë maskim, po këta për din me shita, për shena s'po dibë, as e bodal të kalëzu sinqeresht, apo kuptën. Njerëzve që vinë të unë që kom klienta, aty të regom që çdo dietë të mundshme që e ki provu për humbjet peshës, edhe ka funksionu, ka qenë deficiti kalorive. Është një për dietave që mas shpeshti është maj, dhe me thonë 24 ditore, me thonë 70% e klientave të me e kanë maj dietën 24 ditore. Është dietë o kun het një ko edhe më vjen marë me thonë po e ko maj të dhe unë, kur i kom pas një 13 vjetë në i sen, 2 ditë, se s'ko mujtë ma shumë, o kun një ditë veqorez, nëse s'ka moj një ditë veç qyfte. O pasha zotin bëm kujtojt që ke majtë qëta, e ke majtë në qatë ko. Oh my god, po bëm kujtojt se u qështë e bëjshë aty diçkave. Ose 3 ditë veçores që shtu diçka, po kur ka orë të dita e qyfte. O ko një ditë veç qyfte. E ta shumë të shkuva mi bje që baba ta din të që babëtorja, i thash gjyshas. Mara mi do qyfte, po so hajshën. Ta të ungërve qyfte. Tash njeri menon, po ju se orizi ndikon në shtem të peshës, qysh adin unë hu pa pesh me orez. Njerës menojnë që karbohidratin ndikon në shtem peshës. Nëse ham veç orez, të shonë s'ki, po thuj se shonë s'ki, se mos përgjësoj, me i meq kalorit, me orez sa kështë hungër, nëse kështë hungër, ishe që kështë hungër vej, kështë hungër buk, kështë hungër djath, kështë hungër 100 sare gjatë ditës. Kështë që kjo është që a dieta 24 ditore, që shumë njerës kanë, sa kun hu pesh 24 kg për 24 dit, po shumica se mrina, një 12 i kanë hu, që s'mundet më kon kejt peshe i ndyrës edhe drejt me tregu. Jo mëre, janë ja 4-5 kg uja në isen. Qato të parat, po prap se prap gjdo dietë e cila në thalbe ka eliminimin të qfar do loje, qoftë që kjo që i ndonë gjdo ditë makrët e ndryshme, ose që shdo që i ka pas logikën kjo dietë, se për një mes për më kujtojt veç të 3-4 ditë e para, qoftë për shembull një dietë e cila e eviton konsumimin e karbohidrateve, që në momentin që ti i hek do kalori prej dietës tonde e të met një zgjedhje e vogël e ushqimeve me hungër, rrjedhimisht ki me hungër ma pa kalori, qoftë e kena fol intermittent fasting që e zvoglon kohën kur ki me hungër ushqim, në një mënyrë ose tjetër të bjen deri te deficiti i kalorive. Normal. Provo haj qaq kalori sa i hanë gjithë me intermittent fasting e këqyra ki me hu pesha ju. Për shembull, nëse ti e ki maintenance 2000 kalori, provo haj për
8 orë, 2000 kalori, Po. e sheh që nuk është si kime Po unë që ashtu të kom bo, sepse e kom majt intermittent fasting ose që agjerimin e pjesshëm, a qysh me thot qysh me të ndërprera, agjerimi ndërprer. Oj zot, agjerimi ndërprer. Po s'kena më rëna faj që s'di me fol shqipën këto sena, i sa boletini s'ka fol për intermittent fasting në atë vakt, në qysha vitin, ose kush tjetër. Normal që janë termen anglisht, se është gjuhë shkencore, me një herën adin na thujnë. Pjepe pas të ardoni gjuhën. Po. Do me thonë që kjo agjerimi pjesshëm ose ndërprer, e kom majt 5 vjet, edhe në fillim, e kom pa që jam të hum pesh, sepse nuk e kom boqat mirë mbajtjen kalorike që më ka vyt mu për sasinë e ushtrimeve sa kom bo, edhe sa kom hargju në dit. Edhe mandej, i kom rrit kalorit, e kom shtu edhe një shujt, mrena qasaj periudhe, qasaj kornize sa kom hongër, edhe mandej e kom rri prap me shtu pesh, edhe me majt që ashtu që kom pas dëshirë. Do me thonë, edhe sa i përket apoptozës për shembull, ose tjera benefitave për cilat përmenet agjerimi pjesshëm nuk ndodh për çaq kohë, për shembull për 16 orë nuk mjaftojnë. Varet për çka e ban, po nëse e ban për humbje të peshës, nëse i kompenzon krejt kalorit në kornizën që han, është keq. Dhe kjo mas shumë t'i bretë, në kulturën tonë shumica e njerëzve agjerojnë gjatë Ramazanit edhe e vrinë që një shumicë e madhe nuk hupin pesh, në fakt edhe shtojnë. Po që shtojnë për shkak se ajo që s'ki hongër të nditën, tash qohëm edhe përgatisim ushqime që në kushte normale nuk i përgatite, nashta 3-4 sende, edhe tani edhe e lakmia që s'ki hongër të nditën, kështu që veç që të regon që thjesht s'po mundesh më ku në deficit kalorive. Pra me qëta që e thamë që tash, duhet me kuptu që nuk ka ushqim që të trash. Nuk ekziston asnjë ushqim që trash, ekziston mënyrë ose sjellje ndaj ushqyerjes që të trash, ashtu me thonë, ose që të dobëson dhe nuk të lanë me u trash për njerëzit që dojnë me shtu pesh. Prandaj duhet me ditë qysh me ndërtu pjatën tone me të gjitha makronutrientët, që janë makronutrientët, janë karbohidratet, proteinat, yndyrnat edhe këto, edhe me mundesh me i hongër të gjitha, po me di se qysh me i balancu në mënyrë që me e marrë qatë sasi që ty të vynë për qëllimet që i ki. Ku qëndron problemi me dietat? Që to që i përmendëm qëtash? Përfshirë edhe qëfar do diete, po? Me përfshi, mas pari, problemi parsor të dietat që i përmendëm a për para, është që nuk e bojnë shumë ndryshimin në stilin e jetesës. Do me thonë, në momentin kur te e merë një dietë, unë krejt njerëzve ju thëmë, merë dietën këqyre, analizoje, nëse mund është me thonë që dietë muj me majtë të njetën, go for it. Nëse thu e maj një muj edhe mas një muje, me ndës po pres me lonë, as mos janes, se ki me hup ko, edhe ki me mbri në ashtan peshën që përdojnë me mbri, po ka me qenë shumë vështirë me majtë. Që kjo është problemi i parë të dietat. Nuk është vështirë shumë me hup peshë, sa është vështirë me majtë peshën e humbën. Adin nëse zgaboj dikush 70 dhe 80% është rejti i rikthimit peshës të humbën në çfarë do dietë, do me thonë, në bazë të studimeve, është shumë i nalt. Kështu që kjo është problemi që nuk të garantojnë shtim humbja afatgjatet peshës. Tjetri sen është që nëse janë shumë të mangëta në vlera ushqyse, si për shembull që kjo ha një ditë veçorez, ha një ditë veç këse, veç ase mundësh me pas mungesa në vlera ushqyse të ndryshme, përfshim as pari proteina që i përmendëm, për shembull ajo dita orizit është ditë praktikisht me sasi ekstrem të të proteinave, po edhe vlerave tjera ushqyse. Mundën me dobësu imunitetin të shumë njerëz, nëse është dietë shumë rigoroze që humb shpejt pesh, shpeshherë mundet me qenë edhe në çrregullime të ndryshme, për shembull te gratë çrregullime ciklit është sen që shpeshherë humbin pesh shumë, edhe mandej kanë mungesa ciklit, nuk i vjen cikli ka një muj 2, edhe ajo është një problem, një diçka që problem thelbësor. Edhe tjetri sen është
Në pjesën Kryet. Po, kryet. ta shpërthejnë kryet. Jo, po. jam të thonë për pjesën e eating disorders. Janë, dhe me thonë, një prej arsyeve parsore që mund me qu deri te çrregullimet në të ngrënë, që janë për shembull anoreksia. Anoreksia s'është qa që zakonshme sa mund me menu, dhe me thonë është njona prej eating disorders që njerëz e din mas shumë ti, Po. është kur hub te për shumë peshe, Obsesionohesh me me ushqim. fizikun tënë. Po. Që mirë është me përmend këto se kur thojnë ish ajo anoreksike, ademi pse e shohin dikant të dopt dopt, që po. nuk ka të bëja, Me anoreksia anoreksi, ka të bëj me qashtu. qysh një është jo qysh dokësh dhe mos Po. ta, mund të më kon një person anoreksik, po mos më kon pa tjetër shumë Mm. me BMI të olt. Bulimia është tjetra që është kur hanë vjell, edhe mandej me thonë eating disorder që është maj zakonshme është binge eating disorder. E shumë pak njerëz e din qëta. Që është që hanë sasi shumë të mëdha të ushqimit për periudhë shumë të shkurt. Edhe s'ka të bëjnë ashta me sasinë e ushqimit që hanë, se di njerëz me të thonë, po hajtë edhe ona e den, hana i herë shumë, s'ka të bëjnë me to, është njerëz që kam pas binge eating disorder e din që është Unë e kam ekziston. pas. Edhe Unë e unë e kam kom pas. pas. A jem baja pufti. Po ta poshën sys që e ki pas, bre. Se ati që shvujtë Qëre kërë si të përmen. thash që e ko mojt me sa vjeta djetë, din Po, që aty je. diçka është. Kështu Që shtu t'ja nis me dietë, se unë për Pikërisht. shembull e kom veç pak me tregu kështu prej eksperiencës personale, ja pa të nis me të pasurit të trajnerit të parë në jetën time, kështu. Vjen këtu tash një melodi dush me shtu, melankolike. Edhe njerë në fillim kom ushtru vetë për një kohë shumë gjatë, mandej dikon me qashtu me 19-20 vjetë, mu dha me i thoni dikujna në gjim, po mbu është trajner se kisha qef me mësu ma shumë edhe me ditë me ushtru në mënyrë ma të koncentrume. Edhe fillun këto dietat, një portokall, 3 badema, një grosht të riz, edhe une jem kon shumë e disiplinume gjithmonë dhe kom pas shumë dëshirë me e majtë, se për ndryshe për mu kon matematike thjesht e respektan, ki rezultat, nuk e respektan, jetu hup ko. Edhe që ashtot, 3 javë për shembull ndodh këtë që isha okej, edhe në vikend, ja pat nis herën e parë, do me thonë ndodhi e para që ajo një binge eating, bile shku me familje dikon në Shqipni, dhe shku me një restoran ku tamam diqush si mi pas porësit, që ata të restoran. Që se kena një benqitë. Do me thonë, s'kan lon gjoba bo për 4 orë. Qatë shumë sene kanë bo, edhe një që shithojnë mërëm, një mëzat e këshim prej, po më do këtë komplet. Nja 5 llojet të mbërësirave, 7 llojet karbohidrateve, do me thonë nuk konë tavolina e mushën me sene, e në konë në Elbasan. Edhe puna është që i filloj, si me thonë, të premten e pata treningun e fundin me ngjes, edhe filloj prej të premtës. Ja nisa, hajde mi hongër e hongra një paqet çokolata, që mu s'm ka ndodhë kur njët. Dhe me thonë, në konë një farë deprivimi të për i madhe i kalorive dhe i jetës komplet, avdin dhe shumë mu ka hek gjysa a shpirtit. Edhe hongra që ata, mandena hongra dark, e ma vonë mas darkës, ja nisa me hongra edhe një akullore edhe një. Edhe ta shumë nuk e vresha, avdin s'pediqush, nuk e diqush jëm dje bashën që ato momente, veç e di që qatë weekend, ngrënja nuk u konë normale. Dhe me thonë tash me pas shti me folë atëherë për këtë sa nuk konë shumë marë me folë. Edhe njerëzit që e kanë këtë shregullim të s'folë kur Bilo ti. që dita që pas kënë mbrime me bo para në dark me familje, kush Po. më shalshan dhomë. Apo, ato të natës janë me... Po, ajo është tjetër, ajo është kur mas që asoj darke, kur kom rinë shpi, kur kom hongër ajo. Se di që me pas po këshin thonë. Po, dhe... Rich shavumër këto? Që se din qka është ndodhë, po një mes ka të bëj shumë me sasi të ushqimet, so ka të bëj me ndjenjen e humbjes të kontrollit që i thu vetës mas edhe vetë s'monësh, aden? Jo me qfarti. Edhe plus u konë përzimja, se nuk u konë për shambull një sen me hongër. Qashtë Po ka ndodhë që
kon amël, gjelbt, në ashta veç një njeri se kom hongër, o vla. Një dollap mungoj keni det. Kur gjo nuk satisfaj mjaftueshëm. Jo, kur gjo është ablen dhe nëse shkon me paramendim e bën, prap se prap duke që diçka me të mungje tani dita e nesër me... E tash e hanja kur veke, që aty është problem se kur e këshushe vetën pasyre i këshe 5 kila uj, ishe aj. Blote, dëm tjetë trupi për po shumë, edhe diqush unë ishe në tesha shumë keq, s'kisha qef me shku asë në fakultet, se të do që ketë jënë të po, të thonë, ku je o balan, që o bo. Ma ndej përveç asajna, kur shkojsh atash në gjem, a i trenirim të ke. Pas ke pip paka, edhe une, po s'di, po s'mujta me majt, edhe janisi tash, janis ndjenja fajt. Do me thonë përveç marës, shem, janis edhe faji, dhe janis ma ndjena për karakterit që janë ma ambicioze, edhe adin menon që është çështje vullneti, janis e gjykon t'i vetën. Do me thonë, ketë ndjenjat ma të këshia bohën bashk, edhe thu, qa ka ndodh me mu, edhe që kjo ka zgat një 4-5 vjetë, u konë që këtë cikël. Njëjtë o konë edhe është po cikël, ta marrë restrict bin cycle, i thonë, është në stop je, ose tu se te pash tanën tani kur ktheh është në vete, jo, hajde se pitana s'pe janise, e ma në dietën 2-3 dit, janis prap qaj farë, qaj mungesa, edhe vlerave ushqyse, po edhe ushqimeve që të pëlqenë, se s'ka të bëj veç me vlera ushqyse, edhe ma ndej, ju given, edhe tani e prish komplet. Do me thonë, non-stop je në qato, ose je tu nal vetën, ose je tu binge. Të disa njërë ndikon në ushtim të peshës, që kjo sanë, po të disa, të unë është që ka ndiku na i sa në luhatjet peshës. Pesha ka lajt e njëtë, se unë jëmë konë të restrict, tani binge, adin non-stop jëmë konë, se kur shkojsha, kur e kufizojsha vetën, ishtë kufizëm ekstremi malë, ma ndej, adin se deshe që ka ki bu. Ama që kjo është, nëse muj me thonë, një prej saneve kryesore, po mënej si efekt negativ i dietave, është që kjo, se është san që t'len me pasoj baje të madhe. Ta prish jetën. Edhe për qatë kohë. është thanë që unë po thonë mirëna me klienta shumë shpesh ka njerë që as nuk e din që e kanë. Den qashtë. Qysh e tha ti e shojnë si mungesë vullnetit, e qesin fajnë mi vete, edhe thonë jo po faj është tonë se unë sum pe maja. Den kur realisht ti jetu e majt një dietë që s'është për mu majta. Den jetu e majt një dietë që do këtë mirë letër, po nashta edhe hiç do këtë mirë për synin tem, po do këtë dyqyshën letër, po s'është e para pa me e mu majt prej kërkujt. Qashtet, bile njëti sa e mirë që e përmene punën e pasojës, se më kujtohet, unë për shumë në atë kohë, non-stop e kom akuzu vetën, edhe nuk jem sot që kom lexu dhe më informu, për mu konë frik me hin dietë, me hin ushqyrje normale. Unë jem tut shumë, për shumë në një të hanë të rëndëmt, me hongër do pasta. Për mu konë, si më thonë, shko vraje dikan. Qatë që konë tragedi. Edhe tash e më kujtohet që në qatë periud, kur kom udhtu, për shumë dhe i kom dhe fotografit, një udhtimi në Suedi, në Norvegji, edhe bashkë konë, në esencë konë udhtimi mirë, po une e asocoj me një periud shumë të keqe tjetës tem. Veç për shkak të qysh jëm duk, në sytë e mi të vetja, se në ashtë ta mi vetë që ata njerë që në konë me mu nuk ka din, kur ata se din dalimin, po te je me një farë ferri jo existent, po për ty është qashtët, edhe për një me për që ata, një ndër arsyet ma të më dhaja pse kom dasht mi bo qitë pun, është se e di dhimten, e të qenit në diçka që as nuk mund është let me diagnostiku se vetë njeri nuk o të e di që është me një halë. Po, që për shumë unë për vete e kom ditë që e kom, veç o konë s'kom ditë që është me menagju heqa, nuk kom pas ide se të një të sa nuk unë që e frika që qka nëse unë janisi me hungër normal, qka ndodh, qka ndodh nëse unë e kur nuk kufizaj, kur I don't restrict, qka ndodh? Qa ndodh, ose unë e kom pas për shumë, kur kom janisun me hungër normal, edhe unë e zdi qush me hungër normal, kush me mbështet mu kur unë e ha normal. E qa o konë, qa e që t'ka... qa o konë. është një trener, Ajstret Hajrullahu ka emrin, edhe u ja patën fillu mu shëqnu, ajo shike e qatë ndodh, edhe ai ke shumë respekt për mu, se edhe ai është pak ndryshe kështu si njeri në Kosovë, nuk e ka të njëjtën mendësi si shumica e njerëzve për disa sene të caktume, edhe për tha, qysh bre, tha ti, ton kjo
qik, tha, e gatë, tha, e mirë, e bukur, tha, trupin, tha, si peshke ke pas, tha, që e bukshtu si bilder, tha, edhe, qa është ta e dje, tha, na nuk jena të bo me hongër si majmuni. Edhe kur ka thonë që ashtu si jena të bo me hongër si majmuni, kur nuk e haroj që aty mas parim ka klik, u konë si një u hap qjeli, ashtu, herë të zoti poshtë, edhe më foli, tha, Apenin, a veden, edhe më shliroj, se a i vetë është trener, edhe në qatë ko, unë isha shumë e re, edhe dikush kisha nevoj që nashta një profesionist tjetër, me ma pop qatë balon. Edhe veç më thonë, hej, nuk ki nevoj zemra ja me hongër kështu, se e mytë e vetën. Po. Aden, treba, ma dy kësi, dy asi. Ashtu. Edhe mandena kom thonë, okej. Tash, aje ka bo që ata. Mandej unë e kom ushtru me ta, po na nuk i kina hija ne ka pjesa djetës, se unë edhe ma shumë më mbylla në veti, e desha ta shti që kom një problem, po nuk e ndajsha qatë problem. Kur e kisha binge eating, shkojsha se në ushtrime, zesha me dalë për shpis heq, risha mrena. Edhe mandej që shëm ka ndimu, është që e kom, së më kujtojtë që shë kom gjeta, që kom bo, po shumë kom... Aso se di shumë naturalisht ka ndodhë, veç se di që... Te unë kom hullumtu shumë edhe i përcjellësha shumë kroat, i njefsha kroatët për shkak të që im kon atje sene edhe plus isha të ledzu e të hullumtu, edhe në fund thash, okej, krejti kom provu. Kom nevoj me shpëtu vetëm me një nutricionist. Edhe kom e pata gjetë një nutricionist, Bojanin, edhe aj tepër e ka pas qasin e mirë, shtu që shina të full na qëtash. Edhe ka thonë, kom e ta bo një plan, 6 muj, edhe ma ka bo dietën, edhe kom thonë që tina krejt kom i besu. Sepse është e rëndësishme me besu në proces, nuk ka kur gjotë shpejt, apo jo. Dhe me thonë, ka thonë 6 muj edhe u kry, edhe kur ma ka bo planin, të hanën, kom pas pasta, shpageta, për drek. Edhe konë hera par ma sa vjetës që kom thonë, une vullnetarisht, kom me ushtru edhe kom i hongër pastat, edhe kom nis, edhe qashtut ka pas rezultate, ka pas me na 6 muje, trupi jam u qetsu, ka pas mas një vujtjet madhe, si kur mu këthy prej një abden ashtu je kondi ku me një farë storm abden, edhe veç ka ra në vete, edhe mo kur një s'kom pas problem. Qaj është problemi ma i madh me i bind njerëz se vrej edhe të klientat e me që kanë sjellje të binge eating edhe ti do mi kallëzu që edhe një dietë për ty s'ka me funksionu, veç hajde po provojmë diçka tjetër edhe hezitojnë shumë me provu një fund pak ma me qëto, une i qasna me qatë mindful eating, me jo mu kon dietë shkru me strikte, sa në mos me t'i shkrujt me gram që kena me hongër, është shumë shtirë me i bind, e gjithë që shtu ja u bëj, veç që ta provoj, ja, kur gjose të funksionu, që sa vjetë jetu provu, që të jem pikën zero prapë, po e provojmë të shohim, edhe po shumicën e kohës njihën ma mirë, po së është gjithmonë në këtë pun ka ups and downs, apëten, edhe te humbja e peshës, unë e krejt njerëzve ju thëmë që nuk është e para pa me ti peshën, mi anis me hup edhe me shku të hup, non-stop, aden, ka me pas... Së është linear ajo, ka... Pikresh, së është proces linear, ka ngritje, ullje, se përveç që lujnë rol sjellja e personit, që është shumë normale se na njerëz jena nuk jena robota, që non-stop kena mi najt gati, ndrojnë edhe proceset metabolike, aty mujnë me ndiku, mundën me ndiku ndryshimet hormonale, luhatjet, edhe mos me na ndiku në qatë proces që ashtu që me qenë bashkë linear, kështu që është shumë naturale dhe shumë normale. Që ata thelbin është e kësaj, as nuk është me theksu dhe me cikë që atësen, nuk është puna e vullnetit lirë, sa është me kuptu që është problemi mendësis, është diçka që ka ndodhë, është thy dikon në psiqik, edhe duhet me ndimu që atësen me ndreq dhe nuk regulohet me regullimin e simptomave si përfasore, edhe që pëthu edhe me një dietë tjetër, për duhet me punu me mendësi, me personat të tillë që kanë shregullime në të ushqyer. Qysh e zgjidhti në shumicën e rasteve që të problemin e binge eating, ose ngrënjes për një kohë të shkurt, binge eating i thonë ngrënjes për një periudhë shumë të shkurt, të çka do të del përpara në mënyrë pa kontrolluar, ku nuk mundesh më nal as me vullnetin as me vullnet, as me vetdi, as me racionalizim. Që kjo është me punu me njerën edhe mi kallëzu për mendësi. Një prej saneve kryesore që i folim është që unë njerëzve që ka ju thamë, është që të nalim pak
këtë qëllimin e humbjes peshës, adin Bravo. pe stopojmë for a while. Se në momentin që është qëllimi i humbjes peshës, automatikisht një farë kufizimi ka më konë që aty, që unë e kam qëllimin, kështu që duna pa tjetër me kufizu diçka. Po ka raste kur edhe e vazhdojmë qatë qëllim, veç me një farë nuanca, adin mos tjetë sa një parsor për neve, ose qëllimi parsor për neve humbja e peshës. Fokusohemi të sene tjera, qysh po shtension jetë me undi, qysh po jeme tretje, qysh po jeme energji, qysh po jene në evente sociale. Nëse jena tu po në sende pozitive, në krej që to pjesë tjera, atëherë nashta edhe nëse s'ndodh humbja e peshës, jena okej për momentin. Edhe tjetri sen është që shpesh herë e potencoj, është që mos t'i ndojmë ushqimet si ushqimet këqija, ushqimet mira, kjo është bërlëg, kjo është junk, kjo është, adin në momentin që i etiketojmë ushqimet si diçka e keqe ose e mirë, automatikisht konsumimi aty në ushqimeve ka me na di neve me uni qashto. Han bërlëg, njih është bërlëg, han mirë, njih është mirë. E ushqime, pavarësisht që na smujme më hu faktin që ka ushqime me ma shumë vlera ushqyse dhe ushqime me ma pak vlera ushqyse, rrjedhimisht ushqime në thojza të mira për shëndetin edhe jo shumë të mira për shëndetin, ushqimi se ka qatë vlerë morale ose s'mundet me pas qatë vlerë, me na jap neve vlerë morale. Kështu që kjo është shumë e rëndësi, edhe në momentin kur i bojmë qëto dy sende, është sen që njerëzve shumë ja u letëson krejt punën. Pse? Se janë në gjendje për shembull mu qu një det edhe me hongër ve, se vetë janë të mira, kanë proteina, janë të shëndetshme, si pas pothuajse të gjithë njerëzve, me hongër bukë zezë, me hongër djathë, po që për drek me hongër pizza dhe me hongër edhe pizzën për drek, po mos me konsideru këtë konsumimin e pizzës për drek që që unë e prisha tash. Po qashtu. Se shumica njerëzve që ashtu funksionojnë, që e prisha tash. Edhe unë e urej fjallën cheat meal. Pikresht, e prishe, qka prishe? Po, qashtu. Nuk prishe dieta, i kjo hongër do kalori ma shumë edhe më nëshme vazhdu me jetën tënde. Shumica njerëzve në qëtë stil menojnë që e prisha, tash masi e prisha, e hongra pizzën, po e ha dhe qokoladën, po e ha dhe ato, po e ha dhe këto, krita tani ndikon që normalisht me shtu pesh ose mos me mujt me hu pesh. E han qatë pizzë edhe vazhdojnë me ditën. Edhe normal balancimi i ushqimit gjatë ditës. Si për ka qëto karbohidratet makro që i përmene ma përpara, karbohidratet, proteinat, yndyrnat, si për ka ushqimet që na japin ma shumë vlera ushqyse dhe ushqimet që i hajmë për qef, pavarësisht që s'na japin shumë vlera ushqyse. Do me thonë, nëse mujmë me e pas një ditë të tillë ku na i hajmë ushqimet që, një 80% shkojmë ushqimet që janë të pasuna me vlera, me fibra, me proteina, me yndyrna shëndetshme, mandej një 20% shjalojmë vetës me ushqime që na pëlqejnë, po nashta si kam bashkë krejt që to, shumicën e kohës kena më konë okej, edhe me peshë, edhe me shëndet. Po e ndaj një qast me përmend sponsorin ton Swedish Collagen, të cilën e marrë vetë dhe është i vetmi që ka efekt të vërtet në nyje dhe lëkur. Swedish Collagen kombinon vitamina, minerale, madje edhe probiotik, por edhe hyaluron. Ky është i vetmi që e rekomandoj nga që shumë më pyesin çfarë kollagjeni e merr dhe unë e marr Swedish Collagen sepse më ka jap shumë rezultate. Kur vëmendja juaj varet nga syt, zgjedhni Optika Oculli, eksperiencë premium në zemër të Kosovës, me 23 vite eksperiencë në Kroaci dhe mira pacient të kënaqur. Optika Oculli është e vetmja në Kosovë që bën përcaktimin e dioptrisë me saktësi dhe metodologji të nivelit botror dhe vërtet ju bën me pa okull. Përveç asaj, lente origjinale e jo kopje falso të rendit tretë, dizajne bashkohore të kornizave për çdo stil dhe zgjidhje për të gjithë. Fokusi juaj është prioriteti i Optikës Oculli. Po ndaj një moment me përmend sponsorin ton OneFor, i cili ma leton i jetën për ka aspektin financiar shumë, sepse bëj transfere për vetëm 0.2 sekonda kudo që jam. Këtë zgjidhje nuk e ofrojnë të tjerët, por e ofron OneFor, prandaj përveç që e përdori për veti, e rekomandoj edhe për të gjithë tjerët. Rituals nuk është thjesht një brand, është një mënyrë jetese, trup, mendje dhe shpirt në një sistem të vetëm, trajnime të personalizuara, protokole shëndeti, frymëmarrje, meditim, ushqim dhe edukim, për burrat dhe gratë që kërkojnë më shumë se rezultate, kërkojnë ndjesi, fuqi, qetësi. Kjo është shëndeti dizajnuar me qëllim, dhe ky qëllim
bëhet në zyrën tonë të konsulencave shëndetësore dhe fitness studion tonë private, butik fitnessi i vetëm në vend, por edhe online. Bashkohu me Rituals sot dhe kthehu në verzionin më të mirë, më të shëndetshëm dhe më të vërtet të vetës. Po, është shumë e rëndësishme me kuptu që ne si qenje që shina të kryum, nuk bën me ju qasë ushqimit në mënyrë teknike, si kur, për shembull, kur të bën update software-in në kompjuter, që na jemi të update vetën 3-4 herë në ditë kur të hajmë, sepse edhe kafsha, për shembull maca, ka ushqime që jakona ose si jakona. Dhe me thonë, shkon pak edhe me të kujt në kjo punë. Havetin nuk shkon veç. Havetin... Me t'lime, po edhe me të blime, pa lidhe. Që s'ja harru kur gjuhë që ki folë. Që e huq komplet, kishe po që ashtë. Që ashtë dhe pedile. Po, do me thonë, shkon me të lime, po me të blime, ose shkon veç me të hongëne, po edhe me të kujtne. Kështu që duhet njëri pak me kuptu që psiqika, pjesa psikologjike të ushqyrjes është shumë e rëndësishme sepse ushqyrja, sidomos sot, po gjithmonë në faktu konë, është edhe event social. Shumë herë na hajmë me njerëzit tjerë. Mandej ato lujmë muj me shku qash larkë që me dhe me folë edhe për sa ka rëndësi me kanë hanë, nëse jetu hongër me një njeri që është të të shqetsu, ndikon keq në energjin tonë ti jetu e që shme thonë zit, sistemi nervor qëndror në qatë mënyrë që ndikon pastaj edhe në rajt zemrës, edhe në lokth, edhe në mënyrën që shë tretë qatë ushqem, mandena kur je ma i relaksu me dikon, shumë ka dalë edhe hanë, e përjeton ushqimin, kur je me një takim punë për shembull dhe ka hanë gjatë takimis punës, ti këtë kohën e ki mend në një tjetër qëllim, ndoshta për me mshel një marrëveshje të mirë me çato ose milion përshtypje të mirë, edhe nuk i ki mend atë, ose nëse ke dalë me nxën, dhe me thonë ti i ka këshysh me nxonat femën, ti nuk i ka menon çaj ka hanë. Kështu që ti as nuk e kujton çato që ke hongër. Ashtë e ke hongër një lop edhe as nuk edhe aloje unë ta fufta. Po, i pangopur. Po, kështu që është shumë e rëndësishme më koni koncentrum në mënyrën kur thojmë nuk është puna e po hanë shpejt e po shtin ajër pa tjetër. është puna te ideja që ti dush me qenë i vëmendshëm, që the punon me mindful eating, i vëmendshëm gjatë kohës që hanë, sepse përjetimi me të gjitha shqisat i ushqimit, ndimon edhe sa ki me hungër. Qashtu të ndimon në qendrat në tru të cilat janë përgjithse për apetitin, i cili ta drive mandena edhe vullnetin e tjera. Edhe një sen shumë një që e përmene është që ajo që me u fokusu në pjatën që jetu e hungër. Se na plotare hajmë, se e di që plotare për para thëshin, mos ha para televizorit se trashësh. Se kur vjen kontakt në gjyrat e televizorit me pite, aty që të spaj, aty po e kam pas, e kam dit ata. Jo për një mesë. Po dashi qare. është për shkak që je i shpërqendrum. Po dhe ata kanë dita, për shkak qysh me fol me njerëzit. Po, diçka ka pas. Jo, është se kur je i shpërqendrum, shancat me hongër ma shumë se sa që o kone para pa me nashta janë ma të mdoja. Edhe kjo nuk është i njëjti sen kur je tu hongër me një njeri, se për është kur je i shpërqendrum të këshyr naj video ose të punu diçka, je tu hongër në mënyrë pasive. Kur je me një njeri ki vakt me elon pak pirunin me ngu, me folja, tjetër sen është, kështu që për që ato që ajo shumë e rëndësi më konë i fokusum që mi angazhu krejt shqisat, për shien me pa ushqimin, edhe kur i angazhon krejt shijat, shancat janë që ki me ungime ma pak, po edhe ki me ditë kur munojt. Kjo shumë e rëndësi. Njerëzit, shumica e njerëzve kanë qëtë problem. Nuk din kur munojt. Edhe nuk e din kur janë të ngitë, se janë disa sende që ndikojnë në qëtë sen. Një prej të parave është nana shqiptare. Që të vinë me lugë mrapa dhe i të krymë pjatën, hajde me kryje se gjëna me lona. Na lindim me një
ability me ditë kur është balla. Dhe unë Po. për shembull kam një djalë 8 muajsh që tash edhe e vrej kur e ka kry e he kryta. Den. Po. Që aty nalu, s'ki nevoj mu munuti për qef tondin, për ego tondin me kry deri në fund pjo, që i ki marru. Edhe nëse vazhdimisht që e na prishët, na mësohemi që, okej, duhet pa tjetër mu përfundu pjata trupi mandej nuk e din, veç kur e shë pjatën, e pastrume, din që atëherë o Më bë. dohet që tutën me gjujt ushqimin. Po ma mirë me gjujtë se me... Po, gjujtë mund në është more veç, nëse e gjun me bismillah, është okej, nuk i Po të problem. trijar. Po dhe, ama për një me kam, dhe që nuk ka problem, ti nuk ban vetën me trajtu si kanë për logët. Exactly, dhe po qajo është, do me thonë që mas pari e hupim që atë aftësin me ditë kur është ball, edhe tjetëri sa në është dieta, definitivisht. Se në momentin kur ti mësohësh që dush me hungër 12 badema, e me hungër 13 në shumë, po 10 s'bën milion, aden është sen që e prish komplet qatë. Po që kjo që e përmena ngrënjen para televizorit, kjo vazhdon me qenë problem në kulturën tonë, për shkak se shumë njerëz hajnë para televizorit, sidomos në muajt e dimrit, sidomos kur është Big Brother aktiv, sa zgat, për mdok për para ka zgat 3 muaj, tash zgat 3 vjet një sezona, s'di 3-6 muaj. Vazhdo një Shqipëri. Po, po qashtë. Jo, janë nis me këtë It's My Home, mas pari. Ku. Shtu që 3, 9. O, zot, okej. Do me thonë 9 muaj të shtatë zanis, 9 muaj populli jonë rrenë para televizorit të hongër edhe të e prit prajmin për para u kom do këtë një njavë, tash o 2, tash edhe një herë kanë me shtu garant. Kështë që to e kemi problemin e mungesës së vetdijes se kur mu nalë për shkak që njerëzit e bojnë shprehi që me të në me grimcu diçka para televizorit, por halama tragjike që une mendoj që pyetjet e shpeshta për neurodivergjencat e ndryshme që po ndodhin me fëmijët, kishte çau bo mëre tash ti, çau bo ton ky autizëm, ton ky kësi, ton ky asi, ton konkrete thonë çto. Është Vaksinat. Po vaksinat, po një me kjo. Vaksinave është, ç'tash këna marrë dhatë. Është ton kohën që fëmijët, unë po shoh fëmijët të hongër me telefon ose iPad. Përveç që është e damshme për mënyrën që ushqehet çaj fëmijë, unë mendoj që është problem edhe në mënyrën e zhvillimit të fëmijës. Qysh më zhvillua një, qysh më janis me fol, qysh më janis me pas sjellje të caktuar ose zhvillim trunit kur ton kohën bllokohet me input, plus gjatë kohës që han. Po da. Po është kulturë që o boku të fundit. Për para o konë lëks me hongër para televizorit, se e ki pas televizorin salane. Po, tash e ki krejt që atë një. Ama, po, definitivisht që ajo është që nuk je atë, edhe je në gjendje me hongër ti për shumë, sidomos që si sande që janë letë mu hongër ma shumë, për shambull kikirika, sande që ashtu kështu, një sen që e vrej është që njerës që të sneksat e vogla nuk është që i regjistrojnë si ushqim. E regjistrojnë si ushqim veç momentin kur janë ullë edhe kanë hongër. Aden, akre këto tjera të janë kaloria aty. Pse mendojnë që njerëzit kanë craving ose që i thojnë craving shqip? Unë i thëmë nepse pëse dia është i duhur si term. është po të nashta. është një farë nevoje ekstreme, gati se pa kontrollueshme, si kur vujtje, për ose fiksim në kombinim me vujtje për me hongër diçka të amel, për sheqerna ose për me hongër si sane snacks, që pëthu që si grimcat vogla, pse mendojnë që është ajo? Ose çka ke gjetë në praktikën tonë ma shumë? Okej, unë menoj që shumica e arsyes është se janë të ndalume. Edhe në momentin që një sen e kena si kur të ndalum, pak na rrit dëshirën për qatë ushqim, qka do qovë qaj. Po ka të bëj edhe me pjesën e shijes, do me thonë njës, qyshe përmenda janë sene që shumë letë është me hongër, ma shumë se sa që duhet, edhe ma ndej normalisht që e kanë, për shumicën e njerëzve e kanë një shije të mirë.
Po, ka raste kur menaxhohen edhe menaxhohen përveç kësaj pjesës mendësisë që shpekqyr që atë ushqim, do me thonë nëse ja nis, që shtash ma përpara në mënyrë morale me këqyr njëjtë si çokoladën, jo po flas jo nutricionale, adin Po, si çokoladën, si mollën, atëherë ma letë është me menaxhu, ose kushtimisht ma letë është me hongër një sasi të çati ushqimi edhe me u ndal po. mas një sasie që konsiderohet normale për shumicën. Mandej ka të bëj plot herë edhe prej mënyrës se çu ushqemi në pjesën tjetër ditës. Për shembull, një tendencë shumë e madhe është që sigurisht keni shumë njerëz që thonë ton ditën jam në gjendje me maj dietën, por kur kthejna në shtëpi është çaty kur e prishë, a den? Po. Kur i pyet çka ke hongër gjatë ditës, nuk kanë hongër mëngjes deri në ora 12. Në ora 12 nashta e kanë hongër një sallatë që s'ja u ka kujt fort të sokun, a den veç me perime, pa mesh. Qashtë. S'kan hongër mjaftueshëm, edhe mandej ka shku ajo si tu Të shku veç të u bo njeri ma unt, e maj pak naqën, e maj pak pikërisht, naqën. edhe mandej ka në momentin kur Po. e ka një moment që cilje që çlirim. ju kthyn shpe, Po. ose që po një çlirim masi që i kanë kry këtë punë që aty mos mujnë me u Po, se me u s'ka naj. diçka që ja është të ja hupë vëmendjen, edhe mandena janë komplet të lirë, e kanë komplet hapësirën e lirë, vullnetin e lirë, nuk kanë një farë obligimi që të është të i Ashtu. majtë, të çfarë të stresi që e kanë, që aty është zgjidhja e parë, se edhe nuk është qaq kriminalitet me abuzu me ushqim, sa është me abuzu me diçka tjetër. Nuk ka qaq shumë frikë Pikërisht, njeri, bravo. sikur adem për shembull me droga, po me me- droga, me cigara, me Qashtu. alkohol, jo gjithkush shkon në Edin që çat është ekstrem. s'është Po. indalum, Po, atin. qashtu. E tash, është në fakt, me ta plotësu qësaj që a the, mungesën më të madhe e shkakton që ajo mungesa konsumit të proteinës, e cili unë kur mundona mja përshkru klientave të me është sikur kur të konsumon një tull, me shti një tull në gojë edhe me i marë kohë lukëthet një 3 orë me e procesu dhe me e blu qatë tullën, se proteina është qashtot, është molekule ronë, që me thonë është termogenike shumë, dhe me thonë shkakton nxehtësi në organizmin ton, i vyn kohë me u procesu dhe kjo është gjë e mirë, sepse na mon jo të uritur për një kohë ma të gjatë, po gjithashtu jemi të plotësum. E tash nëse kishim konsumu mjaftueshëm proteinë në ditë, atëre edhe qëto ish paksu që ajo ndjenjë e nevojës ekstreme për sheqer, ose me hongër që si rraqe, po gjithashtu stresin ndikon tepër shumë dhe pagjumësia, sepse alteron prapë po them grlinën edhe leptinën edhe mandej i shtenin njerëzit me pas që si nevoja tepër të ndaj sësaj, po është edhe hyperpalatability në gjuhë, që e the edhe ti puna shijes, ka njerëz që veç evolutionary e kanë që ashtu të ma të theksu me qatë nevojën për sheqerë dhe qatë sweet tooth që e ndjenë ushqimin e omel qatë shumë që mandena ngulën ta. Po nuk është që është varësia, po nuk mundë me pas varësi prej sheqerit. Jo, nuk është aty. Po që e krahasojnë ata me kokainën edhe ato sen Po, hukusë. Pra po thom, është shumë vështirë nashta si ndjenjë, po se kisha qujtë si varësi, po Jo, asëse. pjesën e, ose që kjo puna e binge eating, që adin mundosh në stop me nalë vetën e s'munësh, po jo, absolutisht është që kjo ka të bëjë edhe me mënyrën se qysh sillemi kundrejt ushqimet, cravings, për veshijës, se një më është interesant pëse nuk e cravim kur do brokolli për shembull, ose diçka që se është që të njëtën e din që mund është me pas, me dash me hongër brokolli, ham brokolli sa dush kërkur s'ta ndalon. Por edhe lidhet me në kohrat, në fillim krejt kur njerëzimi ka fillu në xhungëll, mënyra për me shpëtu vetën, o kon me krejt kena lyp një farë resursi që o kon diçka që na ka është shëndrun glukozën në trupin ton sa ma shumë, sa ma shpejt. Edhe kur e kena pas mundësin me marrë sheqerna, që ajo kon resursi pari energjisë, edhe me që ato kena pështu, s'kena dek, s'kena smu, kështu që ajo diqush u zhvillu në trunin ton që e kena qatë një farë lidhje. E preferon gjithmonë qatë sheqerin si kur resursi pari energjetik,
me brokoli marr parasysh se sa kalori ka, ti nuk mundesh më majtë myt që brokoli ka me ta pështu jetën. Po. Kur jena mas keq ti, ashtu shkoj me marrim një Coca-Cola diçka dhe ja futim kështu e pim që me mujt më kfill pak, Po, kur me je marrë energji po dhe ma me shpejt. marrë energji. Okej. Tash, hajde folim pak për çto senet që i ndajmë ushqimet e këqija dhe të mira. Njerëzit kanë shumë qef me fol për to. Masi kem të fol për sheqer, çka menon ti për ëmbëlsues artificial? Që mas pari po du më nojë çka janë ëmbëlsues artificial, Po. besoj që shumica e din janë ëmbëlsues cilët janë low ose no calorie. Do të thonë ose kanë shumë pak kalori ose nuk kanë kalori. Po du me qartësu që të se ka shumë njerëz që ma bojnë hajtë se Coca-Cola zero është e njëjtë me këtë Coca-Cola normal. S'është, a den, se Coca-Cola normal ëmbëlsohet me sheqer, Coca-Cola zero ëmbëlsohet me aspartam ose me një lloj të ëmbëlsuesit artificial. Aspartami. Në përgjithësi, që deri që se tash unë smoj me fol për studime që kanë me dalë ma vonë se e di që para një vjeti dy e patëm pas që diskutim për punën e ëmbëlsuesve artificiale dhe jo shumë gatë mas dul i arku me për kancer që tha e klasifikoj aspartamin si karcinogen të grupit 2B që është e di. Ama është puna që na po flasim për studimet që janë bu deri që tash. Konsiderohen të sigurta. Po gjebe se ti s'po deshat. Nëse është klasifiku që të po du me dojnë, nëse është klasifiku si karcinogen i grupit 2B, i bjen që është possibly carcinogenic. Do me thonë, hinë në një kategori me... Mundësisht. Do me thonë, janë 3 kategorinë total, kjo është kategoria e... një B... 4 kategorinë total, kjo është kategoria e tretë, ose që shtu diçka. Hinë në një kategori me ushqimet që janë të djegta, që njerëz s'kan problemi hungër, me salamat e suxhuka që në fakt janë haloma në altë. Në qatë kategori, po, haloma në altë, për mbi kategori. Mbi kategori, edhe tani e kena alkoholin që është numër 1A, adin është kancerogen i ditun që njerëz ta pinë çdo të premte, tani thojnë qysh më janë bu për punën e ëmbëlsuesve artificial. Njoni diçka kur kom dalë me fol për ëmbëlsues artificial, e foton e parë në profil të vetin, e kish pas me birë, që shtu të e cakru me një shak të vetin, e ma kish shkrujt një tekst sa për nomi, të fol për qysh mujena me thonë që ëmbëlsuesit artificial që janë të rrezikshëm, ata janë ma të rrezikshme, ti kish qita aty do studime që s'kan lidhje me... Dhe me thonë, njerëzit nuk pe kuptojnë që nuk je brete, nuk... Unë asë një herë nuk tham, as nuk mendoj, për shfrytëzoj që të rastin me thonë, edhe nëse duket që ashtot, nuk mendoj që i di krejt. Nuk mendoj, praktika jeme, as spirituale, as fetare, as kurfare, nuk e lejan, nuk më lejan më unë më konë arrogante ose unë me mendu, do me thonë unë isha koni budal nëse menaj që i di krejt. Unë jam të hullumtu çdo ditë e edhin që shkenca është sen në zhvillim dhe na kena detyrë me qenën hap me ta maksimalisht, por edhe me filtru gjërat që ashtu që jena mësu që me dit me lexu meta-analizat, randomized control trials, me ditë mi dalu studimin prej studimit, letrën prej letrës, publikimit për publikimit, sepse jo çdo gjë që ekziston, po as nuk është njëjtë, as nuk është, nuk mundet një person i cili nuk e ka profesion, me thonë që unë hin e pab edhe e lexoj një studim edhe ta bëj ty copy paste. Do me thonë, është fascinante qysh njerëzit të cilat kanë profesione tjera, kanë jetë tjetër, lexojnë për qef edhe për dëshirë me ditë për shëndetin, normal, edhe mendojnë që mujnë me ditë ma shumë se sa një person i cili është ka mundohet përmes po i fushës edhe është ka mundohet përmes evidencës edhe përmes shkencës me tregu që hej, mos beso në sene që janë informata të shpejta, të leta, që janë informata senzacionale të cilat bojnë ty me besu në matrikse në gjërat konspirative. Qëto është një problem shumë i madh është që njerëz mendojnë që për ne arsye doktorat, profesionista shëndetësor janë këto me ju bo juve dëm. Aden, janë funded prej diçkafit edhe jena këto me ju bo dëm edhe po dojmë
non-stop mi u shit diçka që mi u shit, s'është as që jena tu e shit na, po still me kallëzu diçka që është e keqe për shëndetin, kur në fakt është e kundërta. Tepër mirë që e përmene punën e studimeve, se është shumë e rëndësi, ka studime të ndryshme, ka studime me 2 njerëz, edhe ka studime me 120.000 njerëz. Qashtu. Ka studime që u bo 1 javë, ka studime që u bo 7 vjetë. Me dekada, edhe ma ndej që shë përmende jënë me të analizat, se jënë studime të randomized controlled trials, jënë studime që jënë shumë studime të mira që mujnë me bo një farë lidhje me jetën. Në mes të diçkafit edhe diçkafit tjetër, për shembull, ambëlsuesve artificiale dhe shëndetit, po një sen që duhet me ditë është që gjithmonë studimi ka me pas ekstremisht shumë flas, do me thonë gabime, po normal. Gabime që buhen mas pari se ti në momentin kur kap edhe i studion njerëz, është kogja vështirë me i majtë në kontrol, se ti kemi u thonë aty në haje që ushqem për që ka qko, po ti kur se dina ka me majtë, as ka me majtë, aj për një meq ato. Plus ta një varet sa ma e gjatë që është periuda që është ma vështirë është. Edhe tjetëri sen është që po, adin ndodhin gabime aty, edhe ndodhin edhe gabime në design studimet. Për shambull, më konë një studim që është randomized control trial, po kur hinja këshyrë dizajnin e ka katastrofik. Po, është katrahur. Ose për shambull ki studime që njerëzit as to se din, nuk mundet me fitu një studim mbi minje. Bravo. Se që kjo është shumë me saharinën edhe me aspartamin, se një kohë u patë konsideru si saharina, si kancerogene për, nëse s'gaboj për prostatë ose diçka që ashtu, po ka dalë veç në mi, nëse janë mundu mu repliku në njerëz, nuk ka funksionu. Kështu që shumë mirë që e tha dhe që të sajnë. Ka shumë, është shumë komplekse kjo punë, për që ata nuk mundet dikush vetëm me shku, me kliku në një link, edhe me thonë qëre titullin, i që lexon titullin edhe kryet. Qatë shumë ka sene që duhet me ditë mi këshyrë, që edhe për neve, u konë vështirë, derisa është ekziston një landë e cila të mëson me e bo studimin shkencor dhe me lexu studimin shkencor që është çështja në vete. Prandaj ato janë aty dhe janë në treg sepse nuk na shkaktojnë kancer. Po problemi është që ma e madhe, ma e rëndësishmja, që edhe hajde që e ka një probabilitet të vogël për me shkaktu kancer. Sasia sa na e konsumojmë është me rëndësi. Që ta njerëzit nuk pe kuptojnë kur vjen puna te që ky doza dhe helmi. Po desë është nëse s'gaboj diku sasia është diku 12 dhe 15 kanal që ndeta diçka që shumica e njerëzve qatë sasi të aspartamit nuk e konsumojnë. Po, kjo është shumë e rëndësi me ditë njerëz që fakti që nuk ka kalori e pinë bent ujet. Aden, kështu që ta duhet veç qatë nuancë me kuptu njerëzit që, okej, najherë e banë, edhe është opcion i mirë nëse për shembull je person që rregullisht i konsumon pijet e gazuar me sheqer shtumë, me i ndru me pijet gazuar me kalori zero. Me kalori zero, po jo më kona i zavencemi ujit për ty, a din mos më kona forma e vetë me hidratimet. Unë e përkrahi, pa tjetër, po, shumë mire the. Unë e përkrahi për shkak se jam shumë e lumtun që janë zbulu, se kanë zgjidh problemet obezitetit. Në shumë raste ku njerëzit, për shembull, nuk kanë mujtë me paramenu mi hek Coca-Colën. Ki pas shumë njerëz që me 1 litër e gjys Coca-Cola e kanë shty ditën, edhe kur te ja ke jap opcionin me pi Coca-Cola hala, po ka pas mundësin me pi Coca-Cola zero, shumë kanë ndihmu në shumë raste, ka shumë studime që tregojnë që ka pas shumë sukses në qata. Po tash, hala ashtu studiu qatësen, bile e kom ndëgju të një doktor në Amerikë që e ka bo dhe një krahasim tjetër, a ka ma shumë sukses ulja obezitetit me pijet zero, apo me një far uj i ri që ka dalë me shije, diçka, hala është shumë sen i ri, edhe po del kështë që qaj uj pra po rezulton me ma shumë sukses, po tash kjo është sen i ri që duhet me prit me e po. Po gjithsesi, demonizimi i ëmbëlsuesve artificial i cili bëhet, ose i njerëzve të cilët flasin për ëmbëlsues artificial si kur diçka pozitive, në Kosovë është shumë qesharake dhe une po kam dëshirë që na me luftu me ditori
që të pa dituri. Po, Jem. përgjithësi njerëz kur t'ju thua artificiale gjithçka kanë me Po. ose ata që thojnë bio. Po. Krahen bio. Krahen për flok bio. Është shumë e rëndësishme Po. për me thonë që han bio, Po. aka organike, aty nuk është vetëm hongër do pemë perime, atë janë Normal. standarde që vnohen, po prapse që unë jam se normalisht mirë është me najt njeri ka sendet natyrale sa ma shumë që është e Patjetër, po mundën, dihet, nëse po. mundesh mos me pi Coca-Cola zero, ma mirë është mos me pi, ose çfarë do pije me sheqer shtum zero, ma mirë është me Ashtu. shku me ujë, po nëse që kjo është zgjidhja e vetme, atëherë O, dhe është duhet me një ditë zgjidhja, pse po e përdorim në esencë caktuar. ç'është. Për gjithçka është mjet për neve, për njerëzit, ekziston sikur mjet në mënyrë që neve më na ndihmu për gjëra të caktuara. Asone është i pin është 15 kanaçe, pije zero në vit. Po, As nuk më bjen mend, nuk e kam çat nevojë se nuk më duhet. ç'është. Mirë, po për njerëzit të cilët kanë vështirësi është shumë e mirë dhe me pika një herë është shumë okej. Kur the artificialja, shumë mirë që erdha edhe aty, se çfarë po ndodh që tash në Amerikë, për mua është një skandal në aspektin e shëndetit edhe këshillave, këtyne guidelines, këshillave, që është ai JFK, se me politikë më shumë e dopt, po që po fol për, do me thonë, për na kallëzën neve Tylenol i qa ban, ose këto farës food dyes, këto ngjyrat. Tash, që kjo ekstremizmi i hiperfokusimit në mikro sene, gjatë kohës që njerëzit vazhdimisht janë të pi alkohol, nuk janë të lëviz, nuk janë të konsumu protein mjaftueshëm. Edhe tash po folim na për ngjyra artificiale në ushqim, edhe na të fol për matrixin, edhe vaksinat, edhe çto senet. Qysh je ka menaxhan për shembull diskutimin me klientelën tone, të cilat janë të obsesionuar se ka shumë njerëz, ka shumë kulte, unë i shoh prej rrjeteve sociale të njerëzve të cilët kanë kriju sikur një lëvizje, një parti politike kundër këtyne gjërave artificiale, gjërsa janë të jahuq komplet, s'janë të pa the big picture, ose s'janë të pa fotografinë e madhe, kanë hin piksel krejt mrena. Qysh me i eduku këta njerëz mës mu ngarku qatë shumë me këto që sene? kjo është problemi ma i madh, që është një sen që vazhdimisht e shoh edhe veç se nuk për një me mos thom qështu se për një me nëse është edhe diçka që me cilën unë s'kom dijenin ashtë adhone fokusona në diçka që është tepër e vogël e s'ka shumë rëndësi. Po definitivisht gjithmonë o kun që kjo kultura që me u fokusun do sene që për një me s'është që kam fort rëndësi. Aden, që ajo është, veç tu ja u spjegu që ka dalje bre të ndreqim një herë, qëto. Sendet e mdoja, po. Sendet e mdoja e mandej muj me këqyra, aden, a ma mirë me pi ujtë ftoftat në ambjent dhomë, sa me pi ujtë në koma në ullun, aden. Jonë sene që edhe nëse kanë impakti është qa që i vogël, sa që muj me thonë është totalisht neglijent, kundrejt që ka jetu bon pjesën tjetër ditës. Kështu që, po mirë, nëse je tu dasht me i minimizu, do me thonë përdorimin e ushqimeve që kanë food dyes ose senet shtume, mirë shumë, ose ushqime të ultra procesume, se kjo është edhe një sen që edhe rekomandohen në bazë rekomandimeve, kështu internacionalit them, kështu se në Kosovë nuk është që kena rekomandime që dalin për shembull çdo 5 vjet ose diçka që ashtu. Sigurisht ja adaptojnë prej naj shteti, nuk e di prej cilit, po unë gjithmonë ju referohena të Evropës ose të Amerikës, edhe gjithmonë përdorimi i ushqimeve ultra të procesume është mirë me u evitu. Një prej arsyeve nuk janë patjetër çto ngjyruste e ushqimit, po mund me qenë përdorimi i sasive të larta të yndyrës edhe sasive të larta sheqerit shtum, që janë dy prej me thonë lëndëve ushqyese që kanë lidhshmëri me obezitet ose shtim të peshës, me probleme të zemrës, me probleme me sheqerin gjak, edhe përgjithësi me çfarë do lloj problemi tjetër kronik që lidhet me të ushqymit. Kështu që mirë është me evitu sa ma shumë që mujmë, po t'i ndreqim një herë sende tjera edhe
kjo hen edhe në atë kategori mandej. Qa po thojmë që pak a shumë në sent madh, ma po përafrohet një gjë të madhe, vajrat prej farave. Tash, Deka. shumë njerëz thonë është helm, janë helmuse, janë edhe do ma shumë më ndoket që është ky sen është hiperbolizu prej rrjeteve sociale Shumë. dhe Edhe beson nuk influencerave. e di prej ka ardhë. A din veç kur ja ka njës, Po. edhe veç nuk disha Asun prej se ka di. po vjen. A din? As unë se di heq biles nuk e di, as ka thuhet saksisht prej qytëne se Kom su hi edhe ngoj kom ledu se budallakina. te për shumë se qërë tash prapo folim rekomandimet, vazhdojnë me qenë me i preferu yndyrnat bimore. Po. Yndyrnat bimore hen vajullinit, hen avokado, arroret, bademat, vajnat, do më thonë qëto si farat, Farat, po. edhe përgjithsi vazhdon me qenë rekomandimi me preferu përdorimin e yndyrnave të pangopuna ose vajnave të pangopun, si vaj ullinit, vaj luledjellit, vaj susamit është për shembull, vaj i farës, edhe me evitu përdorimin e madh të gjalpit, edhe për një herë dul këtë e kundërta në rrjete sociale. Arsyeja pse o konë se kom hi me lexu se vazhdimisht tu e rekomandu që të sem veshin njerëz dhe më thëshin. Arsyeja pse mendohet që ky sen është për shkak që për shembull nuk kem vaj ullinit në çdo kategori, po vajnat e farave kanë raport më të lartë të omega 6-it kundrejt omega 3-shit. Edhe dietat përpara kanë pas raport shumë më të vogël në mes të këtyre dyjave. Kjo dieta perëndimore ka raportin shumë më të madh mes këtyre dyjave. Nëse gaboj është 20-1 ose diçka ka qenë 2-1 përpara, kështu që është raport shumë i madh. Edhe thjesht mendohet që acidet yndyrore omega 6 në sasi të madhe mundën me ndiku në inflamacion. Për shkak se që kjo acidi linoleik kthehet në acid arahidonik, i cili mandej mundet me i rrit që ato interleukinat, të NF alfa që janë, me thonë, nështë pro-inflamatorët. E rrisin inflamacionin. E rrisin inflamacionin, edhe kjo fjalla inflamacion që po kjo kohë fundet. është në trend, në mod që tash po. Që kjo është për shkak që saj, do me thonë për shkak që kanë sasi më të madhe të omega 6-it. Po, studimet në mi që ashtu kanë kallëzu që po mundën me rrit inflamacionit, kur janë po në njerëz, nuk është që kanë po lidhshmëri në mes të rritjes të inflamacionit edhe përdorimit të vajnave të farave. Çka preferohet është me rrit omega 3-shin e jo me e zvoglu drastikisht omega 6-shin. Mandej nëse dieta perëndimore është e nalt në omega 6, nuk është e nalt veç për shkak vajnave të farave, është e nalt për shkak se dieta perëndimore ka sasi shumë të madhe të ushqimeve që janë të procesume. Qëto është forja, sepse çka është proinflamatorë në fakt, është mas pari konsumi i surplusi kalorik. Kalorit e tepërta që konsumohen çdo ditë. Mandena është obeziteti dhe dhjami visceral. Mandena është sjellja e konsumimit të ushqimeve ultrat procesume vazhdimisht, edhe mandej vjen aty gjumi mungesa ushtrimeve edhe pirja duhanit të shumë njerëz. Do të thonë që tash i numërum 5-6 sene të cilat ndikojnë në inflamacion. Tash nëse nalëm të ushqimet e ultra procesume, që aty të ki problemin. Që ato edhe, po dhe nuk është problemi të që obuajo me vaj. Po, që to është do me thonë që ajo fotografia madhe është që ti e ka stër konsumon ushqimet ultra të procesume, por nuk është ashtë problemit e vajs. Ti bënin qëfar do vaj dush ato nëse janë që ashtu të stër procesume, kimi rrit kalorit. Edhe nëse është sasi shumë e madhe, vajt mundet me qenë problem, për së është diska që ndodhë non-stop, edhe së është se ti nëse bon me qatë vaj në shpe, ti nuk i me, tash kërkur së pëthot me shku me deep fry zdo sen, atë me përdur vaj 100 hera, jo kuptohet që është tjetër muhabet. Po, që kjo është, edhe mandej tjetëri sen është forma e përpunimet, që përpunohen në mënyrat të cilat i hupin shumicën e nutrientëve. Okej. Nëse muj me thonë çka kishe konsideru si një vaj të mirë për përgatitja,
unë gjithmonë jam adhuruese e vajtullinit, edhe për shkak të raportit të omega-3 me omega-6 që e ka, po edhe për shkak të shumë benefiteve tjera shëndetësore. Po, në anën tjetër, një sen që du të me ditë është që vazhdojnë, yndyrnat e ngopuna, vazhdojnë me u konsideru që duhet mu limitu në ma pak se 7% të kalorive ditore, që është sasi bagje e vogël, nëse më i me thonë. Aden, kështu që nuk isha thonë me e rritë sasin e gjallpit, po si kundër që shok konsideru për para që, po thamë edhe unë e kom pasi ku buteri, eki, sa ma shumë, mund është me përdor, po jo me ja tepru. Si çdo sen tjetër. E përmenëm agjerimin pak ma herët, që kjo pjesa kjo intermittent fasting. A e përshkru në herë ose a e rekomandon në herë të në rast? Unë për shembull kom rekomandu të disa paciente gra, të cilat kanë pas probleme me pëtsosë, edhe kanë qenë shumë mbi pesh, të ato qëto arsitis kanë tregu që të sindroma metabolike ose që obeziteti theksum ka pas rezultatet mira, pozitive dhe kanë ndihmu shumë në menaxhimin mandej edhe të simptomave të pëtsosës, e rregullimit të përgjigjes insulinike e tjera. Por e di që të gratë, duket nuk është të gratë të cilat si kanë këto probleme, nuk është edhe qaq e favorshme. Qa me ndonë përgjithësi për intermittent fasting? Qëra une gjithmonë është personalizimi i planit ushqimit ose i këshillave gjithmonë vjen të përveç problemeve shëndetësore që i kanë është edhe çka i përshtatet pak njerit. Edhe nëse je një person që nuk je fan shumë i madh i mëngjesit, intermittent fasting është një opcion shumë i mirë për ty edhe mundet me pas benefite shëndetësore. Po nëse je person që je untën mëngjes, mandej fakti pse si tu hongër deri në orën 12:00 të shtin me hongër ma shumë mandej gjatë ditës, nuk është diçka që ja kisha rekomandu me e fillu. Po, te PCOS-ja drejt me tregu është si të dy anët janë të rekomandueshme. Për shembull, ka studime që dalin edhe thonë që mirë është me e skip mëngjesin edhe me shku me këto me intermittent fasting. Ka studime që thonë, në momentin që hanë mëngjes, keme pas përgjigje ma të mirë insulinimike. Insulinimike, kam dulja. E valë se si e kërka. Insulinimike. Absolutikisht. Insulinike. Insulinimike. Insulinike, ish bustanin. Insulina, qka është? Kruava të bo një are gonë gjanë klanë. Qa serotonina, më do këveti asin UP. Shtu më bo një zemra drangë. Harrova, krejt. Harrova, që është insulina. Për që është benë. Po, përgjigje ma të mirë insulinike. Në s'kesh që s'të marin seriosisht tojnë, tash në alëshojnë dokumenta të qka është kë podcast, qa është kë emision, si jeni serioze. Le krejt, po. Okej, good. Po, kështu që ato ka studime të dyja rasteve. Varet veç, definitivisht patahimi ledzu shumë edhe për që të punë intermittent fasting, kur e mund një farë huvi edhe kjo si gjdo sen tjetër, edhe shumë të përzime studimet e shën. Në plot raste, kesh raste kur që kjo puna e nivelli sheqerin gjak, që mënyra që shë përdor, ndikon mande edhe në inflamacion, edhe në probleme shëndetësore, po shumicën e herave, u duke me bo 72 orë fast për me pati na i fa rezultati ku me ditë qka, den? Po, qashtu. Nuk është që... Që ato dhe që e thamë edhe ma heret, po... Unë menaj që kur vjen puna për shembull nëse jena të fol specifikisht për gratë, tash edhe pse jena njerëz të shkencës edhe e përkrahim shkencën në çdo aspekt edhe në çato bazohem, është të vërtet që studime në gra janë bu ma pak edhe nuk janë bu specifikisht vetëm në gra, edhe gratë janë ma komplekse me u studiu sepse ka shumë varietete, ka shumë ndryshueshmëri, kështu që ish dash nashta
shumë buxhet të madh me pas, shumë kohë, shumë durim dhe shumë llojshmëri të tipeve të trupave dhe të organizmave në përgjithësi të grave, me i marrë që me mujt me artë një përgjigje e përbashkët që me mujt me thonë, edhe pse kretë që janë evidence-based dhe science-based thonë që nuk dallojnë as ushtrimet, kjo është pa lidhje kjo puna e ushtrimit në bazë ciklit. Unë mendoj që po ushqime po interesant, shumë studime janë të e shkri, por unë mendoj që kur vjen puna te gratë, nëse jena të folë për gratë, duhet pak me marë, pak me kujdes, menoj që në përgjithësi është ashtu që shtat shkenca, por ka gra që dalin pak prej qati binari. Do me thonë, nuk mundemi me thonë sepse ki gra që për një me kur i vjen cikli menstrual, ajo gruja nuk mund të më qu 3-4 dit. Do me thonë tash aty duhet me pa që ka me endometrioza, ka në problem që pja shkakton të në që ato dhimbje kreta, ka gjak derdhjet madha, qka, po prap se prap është pak ma komplikume dhe duhet pak me marë parasysh ka njere për qa për edhe flasim. Edhe që është e PCOS-it është e komplikume, mundet më konë me rezistencë në insulin, mundet mos më konë me rezistencë në insulin, edhe veç është me rëndësi me ju përshtat, varësisht prej problemit që e ka qajo gru. Po nëse qëllimi kryesor është që ato me pas një farë kontrollit të rezistencës në insulin, unë se shoh domosdoshme me shku me intermittent fasting. Po as nëse plotare ka raste kur jo majë një dietë pa karbohidrate ose dietë ketogjenike. Është një mënyrë, definitivisht është një mënyrë se dieta ketogjenike ose dietat pa karbohidrate kur s'han të sheqer, s'ka me urrit niveli sheqerit në gjak, s'ka me urrit niveli insulinës, është shumë logjike. Veç dush me menu që aja PCOS nuk e ka për 1 muj, as 2 muj, e ka normal, të njëtën, kështu që dush me gjetë një mënyrë që është ka me i funksionu të njëtën. Kështu që përgjithsisht fokusi është te rritja e proteinave, nashta pak zvëglimi karbohidrateve, po edhe zgjedhja e llojit karbohidrateve që e hana, den me qenë karbohidrate komplekse, cilat me thonë, dalin ma ka dalje, edhe rritët nivelli sheqerin gjatë metabolizohen ma ka dalje, jo qa shpejt në organizëm. Në mënyrë graduale, edhe gjithmonë për mu që me rëndësi është me qka i kombinon karbohidratet, se ndryshe sillet një copë buk e thot në trup, ndryshe nëse që e copë buk është e kombinume me diçka që ka proteina, me diçka që ka yntyrna shëndetshme. Ndryshe aja buka kur e ka proteina në ofër. Se vetë lasdrohet ajo. Rritë shpejt. Po. Ama kur ka, po dhe se... Dhe ta shohim bukën si një grua. Dhe proteinën si një burë. Po ku mbeti i ndyra. Po ku mbetën fibrat. Po ku mbetën fjata në vledrit, ata ma vonë vinë. Ama që kja buka kura vetë. Qa është e? Më daldisët krejtë, për sytë t'ja afron proteinën sus. Qarë me një? A përshë, që të s'ko me ta arru kërkush. Po do me thonë, është më rëndësi me qka i kombinojnë makronutrientët për me e pas përfitimin e duhur në organizëm edhe jo veç me i trajtu senet vetë, sepse për një me kur e hajmë karbohidratin vetë, e shkakton një ngritje insulinike ndryshe, një spike, po për që ata pa tjetër proteina që ata thamë dhone vazhdimisht që proteina është baza e ushqyerjes, se unë nala njerë për bjën të ashtë që burrat janë baza, ta vëshe zbanjeri me full, unë guta pak, po tash po hime në sociologi. Lehat veç për marim si analogi në qato minuta sa u tha, u kryta shajo, s'vlenë po. E të u këtu mesazhi. Proteina është baza e ushqyrjes, edhe pak të tira të zban, që është më rëndësi, se dik, po duhesh me konsumu proteinën pa tjetër në çdo shujt, dhe te gratë, mas i falim për gratë, problemi është shumë herë gratë thojnë që qes për muna me hupesh kur qysh perimenopauza, menopauza, po në shumicën e rasteve që e lodhja dhe mungesa energjisë edhe kretë simptomat që i kanë, e para gjithmonë, si kur paterni sjelljes të çdo gru që kom papa dhe që folet edhe në studime dhe njerëzit tjerë që bojnë punën tonë në botë, gjithmonë është gjetë që
konsumin e proteinës e ka dikon 0.6 deri 0.8 gram për kilogram trupor. E ajo është mjaftueshëm, minimale, sa për mos mu dok që është të pas degradim muskular, por nuk është e mjaftueshme për me pas atë muskulaturë e cila e shtyn trupin që me prodhu hormone në qatë mënyrë që më konë trupi vital edhe mos mi pas simptomat e menopauzës edhe perimenopauzës. Kështu që është shumë proteina, unë mendoj që nuk është ballë kur me fol, sidomos në vendin ton, për rëndësinë edhe me eduku njerëzit për rëndësinë e proteinës edhe sa është e rëndësishme në çdo shujt me pas proteinë. Tepër edhe me ditë ku gjendët, të njerëzit e dinë që veç mishe, po se ka veç mishe proteinë, kanë edhe vezë, kanë edhe nëse produktet e qumshtit, edhe fasullet e ndryshme, e qëto na menoj që jena mangë, se kena veç këtë fasullin e bardhë dhe për një me, sa gjithë të pasull që të veç. Qashtë, duhet pak mi kombinu me bizjele me. E qa do me thonë që e ke... A vetën këto e dam mama, që shën këto varë po, mu më pësejnë shumë, edhe për me kanë shumë proteinë. E tash një shoqë që ka një restoran, e ka po i mon aty në restoran që të e dam mam, edhe munot mi thonë aty në grave që punojnë në kuzhinë, thotë, kallëzama një kesën e da mamit së du me përësit, kallëzama jo që kjo jo sështë ajo, dhe kjo i thotë, ja shrunë aty në Viber, i thotë, qëre ajo kesja që është me gjelbët, me të kaltët, me... Edhe ajo njona, njona gru e fotografon edhe është nervoz, i thotë, to janë bërania! Ama shumë duken si bërania, s'kam faj. To jam, kështu, me siguri, këto jam bërania. To i kena shtimi zime me shdje. Edhe i kena ongër komplet. Pa i qëru. Ama, po, një me jena të kufizum. Jena të kufizum se shumë shkiro me gjithë në trek, për shambull, e da mamu, se qëfar do produktet sojës drejt me treguna, është ta ka që tash? Ka pak ma shumë, po prap se prap, është të vërtet që jena të kufizum, po mund është me konsumu prej kanaqës, për shambull, që është ato konzervat, i ki fasullet kuqe. Ko është vre konzervë. Katastrofë. Ushqimet konzervume, për në rekomandona? O njerëz, veç që të brenat pasitën, loje. Tunën. Që shpehan të konzervume, mi apo po unë mos me hungër të konzervume, unë kur tunën jetë s'kom hungër të freskë, të së mbjen hise. Qashtë, po së është vetëm për atë arsye, veç thjesht e shqyqër që është gjithë një mënyrë në botë që na me konsumu diçka, pse na kena evolu, do me thonë jena zhvillu, a është pjesë e zhvillimit. Edhe nuk ban dam që ashtu që është njerëzit po menojnë. Mund është me hongër sandviqin me tunë, mos ha tunë çdo ditë 3 herë në ditë, po pa tjetër mund është 2-3 herë në javë me konsumu tunën, është krejt okej. Do me thonë këtë tonë jena të folë për dozën, edhe sasin. Prandaj, që kjo frika e konsumit proteinës vetëm përmes mishit që e the shumë mirë, ka lloj mënyra qysh me konsumu, ka një herë dush me hongër edhe një misht procesum, për shembull e hanë një misht viçit, një misht thatë, për shembull e bën një sandviç me misht thatë edhe është okej për shut. Po, s'ka veç pulja proteina, është mirë me di se që ka dhe sënë e tjera. A mjaftojnë këto proteinat prej bimve, plant-based protein, a mjafton a duhet me hongër ma shumë për me e arrit qatë nivel? Qaja është, që për me spjegu kështu, do me thonë proteina gjendën në bazë bimore dhe në bazë shtazore, që the plant-based janë këto që gjendën në bim. Na e këqyrim kualitetin e proteinës. Kur folim për kualitetin e proteinës, jena të folë për disa sende. Mas parit profili i aminoacideve. Janë non-aminoacide esenciale, që kur thojmë esenciale i bjen që s'muj mi prodhu vetë, duhet mi marë për mes ushqimet, edhe që është e mirë të proteina shtazore është që i kanë krejt këto non-aminoacidet esenciale, specifikisht leucinën, që është aminoacid shumë thelbësor për ndërtimin e masës muskujve. Proteinat bimore shpesh herë, se s'është gjithë, për shembull soja, i ka krejt këto aminoacidet esenciale, quinoa gjithashtu, janë do dritna që s'jena në fërc që i përdorim shumë bakuit ose hikrore, ko emrin shqep, amaranti, që i kanë qëto aminoacide esenciale, për ndryshe lloje tjera, për shembull fasullet nuk i kanë krejt. Po çka është mirë, është që për shembull nëse fasullet nuk kanë metionin, që është një lloj aminoacidet,
Orizi e ka, po ai s'ka lizin. Aden, Po, do me po, thonë qashtu. komplementohen njëna me tjetrën. Që kjo është abdin me me përzi, kompletu, mi qashtu. përzi, s'është e thonë me qenë brenda shujtës drejt me tregu. Për deri sa je tu i përzi brenda ditës, je okej. Po mandej është edhe tretshmëria ose përdorimi i proteinës prej neve, prej bimve dhe prej shtazve. Jena në gjendje shumë ma mirë me e përdor proteinën shtazore se sa proteinën bimore, se proteina bimore shpeshar vjen edhe me antinutrient ose me sende që e blokojnë pak absorbimin, për shembull fibra ose acide fitike ose diçka qashtu. Kështu që, po, duhet me rrit pak sasinë edhe në përgjithësi, kur kena të bojmë me dieta vegane, nëse rekomandimi për njerëz, po thojmë këtë rekomandimin më të ulët është 0.8 gram protein për kilogram peshës trupore, për vegan shkon deri te 1 gram, edhe se e dim që duhet me meq me sasi më të madhe. Kjo tani e bjen një farë, me thonë, problemi të një njeri që është të dashur me e kqyr peshën, se i bjen që ka me hungër kalori pak ma shumë, se ushqimet me proteina bimore shpeshar vinë edhe me karbohidrate shtesë, që nuk ndodh te proteina shtazore. Edhe, po prapse në total, nëse e bojmë diferencën mes të proteina bimore edhe shtazore dhe jena tu i marrë krejt aminoacidet edhe është sasia matched, atëherë nuk pengon diçka në shtimin e masës muskujve. Kjo bile shkon në favor të njerëzve që ushtrojnë shumë dhe pyesin veten a mëj me kon vegan ose vegetarian, gjithsesht vegan. Në fakt është në favor sepse merr karbohidrate ma shumë, ki ma shumë energji edhe mundesh me ushtru ma shumë edhe ma mirë. Jena të shku kafuni se të kom lodh, po qash shumë kena qa me fol, duhet me thirë prapa, I guess. A ka dozë të sigur të konsumit të alkoolit? Okej. Derivon o menu. Derivon o ko një fa rekomandimin bas dietës mesdhetare që 1 gotë në ditë për gra, 2 gotë në ditë për bura, ama studimet tash veç që s'ka asni... S'ka një dozë që konsiderohet e sigurt. E sigurt, është sani ma toksik që mundet me konsumu në trup. Po, nuk ka naj dobi, që ato po thamë se për para që ajo është okun që ajo dieta mesdhetare që o bu një studim Anshel Keys, ti te për motis e pa ta bu një paper për që ta në fakultet. Që ka po që patterns të njerëzve që e hajnë një dietë mesdhetare ku përfshihen bim të krejt sanet e mira peshku, ata e pinë edhe ka 1 gotë alkohol në ditë edhe mandej ka dojtë si rekomandim që mundet mu kun protektiv, po kur so kun rekomandimi që nëse s'pin alkohol, nëse ata shtipi alkohol se është ma mirë, adim, po nëse e pin me e bu në moderem, po jo, që tash, mo veç po e dim që prapë thom është i klasifikum edhe si kancerogen, kështu që nuk është që kanë ardhë me një dozë që okej. Bile nivel tepër të naltë, se nuk ka, është veç çështje e tregtis, a dën me shkëmby riskun shumë të madh për kancer dhe për jetëgjatësi me knasi, edhe atë knasi për njerëzit që janë shumë down ose janë shumë poshtë me disponim ose me gjëra tjera kanë nevojë qatë shumë për me hek vëmendjen prej realitetit edhe me u relaksu përmes alkoolit ose komplet me u vetdijen që shëndodhë të njerëzit që unë e shoh alkoolin si një ndër problemet më të mëdha shoqërore edhe problemet edhe aty ku shumë njerëz për shembull që dojnë me humb peshë edhe dietën e kanë disi të balancume, po hiç nuk e bojnë hesap alkoolin me peshën e vetë energjetike pa pikë dobije që e ka. Do me thonë ti e din që i ka 7 kalori për gram, gati sa ndyra, si me pi për shembull 3-4 gota vaj. A din, edhe mos me pas kur far përfitimi hiç zero shëndetësor as energjetik kështu për me të ndihmu me pas energji për diçka. Do me thonë njerëzit nëse këqyrin vetën sa konsumojnë alkohol mrena javës ose mrena muajit nënvlerësojnë çfarë peshë tron ka në shëndet. Kam njerëz për shembull ka ndodhi kam pas një 3 klienta që janë anku vazhdimisht në shëndet, në format të ndryshme, në dhimbtat shpinës, në dhimbtat komve, në dhimbje të çfarë do lloji ose në mungesë të energjisë ose çka do, jo unë po ha mirë, po çka po ushtroj, po kështu, po për shembull
ka pi gjatë javës, qoftë edhe 3 pije. Ajo shkon të rënu staza sa ma i vjetër që bosh, dhe me thonë, kur t'je 40 plus, alkoholi për një që kom analizu tek njerëzit, janë nis hala ma zi nuk tolerohet. është një mosh, deri në një mosh diqysh shkan, ma ndena mas 40-ve veç për një men nuk ta toleron heq, edhe ka njerës që ju ka, qysh me thonë se trupi është arkiv, edhe mban mend gjithçka. Edhe ti nëse se mban mend me trupi jote mban mend për ty. Nëse ti 20 vjet ki pas faza shumë që ke pi edhe je pijave dhe ki u vedije tash, ja ke nismi pak su, po hala pen, ju ka mu shku pa mate edhe jep simptoma tjera. Po. Kështu që nuk ka. Just për dikush që thot pe pi për me pas gjumë më të mira. Ajo gjumit merr po të merr vetën po deep sleep. Sen deep sleep gjumin e të merr gjumin më shpejt, po gjumin e bën më të keq. 100% edhe çosh më i lodhun edhe. Se e di që ka plot njerëz atë para gjumit pe pi një se po merr gjumin më shpejt, po jo më mirë, kështu që unë veç menoj që është edhe qaja që është një vashmëri që është shumë letë me u te i kalun mes njerëzve. Kurse marim seriozisht, qëfar do droge tjetër mu konin varun, e merë si seriozisht, si kisha mi thonë shokut ose shoqës tonë dhe e i ka dalje pak se jetu ja te pru, ta alkoholi veç stis. Shtin, është pëmër e diçka, hajde dhe merë diçka. Qashto është edhe kur snih është rahat, mi thonë dikujt mos jetu ja te pru me alkohol, jo mu hesmanin krejt veta. Po. Është polici i alkoholit. Polici. Haram police. Okej, dytë fundit këna mi prejk veç pak, se nuk kena dhe shumë kohë se te kje Vlad. Unë s'kam. E kjesha dhe të një matë. Po matësën e kam me vërtet, ato kam me Vlad. Po kështu këqyrë kështu me parametra shqiptarski që e bjen matë, as logaritët si fmi, se një thu. Po e se, më stamë se po më shëj miratin me thonë e kone për vete. Po nej se ki obligime. Po obligime dhe në shumë e vërtet. Po faleminderit bre që po më respektan. Dytë fundit, që apo du me folën, kafja edhe suplementet. Kafja, shumë bojnë njerëzit pyetje për kafen, tëllefar pyetje të ndryshme, çka menon për kafen, a përziheshin kafet të klientat e to. U hetë që përzina në kafe, mos me trajt, veç kur më thonë që i pika 15 në që atë, dojna, për ndryshe, po edhe në mënyrën që shë e banë. Kafja si kafe, s'di pse njerëz të ka një menim që është diçka e keqe. Po, shumë interesant. Kus ka studime në fakt, kallzojnë sendet mira për kafen, që ka tanine që janë si antioksidant që mujnë me ndimu në parandalimin e kancerit, diabetit, një më në forcë, në energji. Plus po, mos flasim për pjesën e vigilencës e krejtën e sendeve, po shumë është me rëndësi qka po bën me kafe, tash nëse kime shku edhe me pi kafe me shumë sheqer, nëse kena qatë kultur drejt me të regu se Amerikanët e kanë mi bo do kafe interesante për po, me qitë edhe mamin e vetë ati kafe. Gjithë qka është e milkshake me do kafe, po se kena në kultur shumë kryesisht pim macchiato espresso që edhe macchiato se plët her njerëz po get hinë e googliratin macchiato në kaloritë e macchiato se ku me di qka ju del. 5 kalorina është e i ka ekstra. Espresso me qëmsht motër. Po është najsen. Po, ku me ditë që shë bojnë macchiato njashtë edhe e bojnë del me shumë a shumë kalori, ama po në varet a ishtë të në shëqer, edhe në qka kësha mujtë munali është që këtë qysh ndikon ma ndinë gjëmë. Kisha me thonë mos me pi kafën shumë mas 12-ve, 3-ve ditës maksimum. Që mos me të ndikun pjesën e gjumit, edhe një sen që nashta interesant dikujt me ditë për pjesën e hekurit, ndikon në absorbimin e hekurit. Do me thonë e pengon absorbimin e hekurit, shtu që kush do që ka probleme me hekur ose me anemi, ose është të marrë suplementet hekurit, 2 orë para dhe 2 orë mas është mirë me evitu pjetë që kanë kafein. Përfshi kafen edhe qajnë e zi, qajnë e gjelbër, ose qëfar do pjetë tjetër me stimulust. Unë e kësha thonë, e kësha shtun këto që a theti që është mirë kretë këto sene prapë po thëmë me i pasi mjetë, se të na kafja pihet si kur një shoqruës, si një dosti tret atë, a i 4, a i 10 në tavëlin,
pijet si kur një shprehi. Aden s'po di qa me porosit, normal që ka me marrë një kafe, po nuk është as pun e shijimit të qasaj kafe, po është vetëm një shprehi kulturore. Po duhet kafen me pa pak si kur një mjet që përdorim menqëm për qëllime të caktume. Për shembull, jo për me hup vëmendjen prej momentit, ose veç me na shoqëru diçka me pas diçka në dorë, anë tavolin, po për shembull, kur të krijohet kultura e një populli i cili ushtron, me e sill kafen rreth qasaj kohe. Kafja metabolizohet shumë ma shpejt para ushtrimeve dhe përdoret për forcë, është shumë stimulues i mirë. Me përdorën në mëngjes, hajde që për mu këfil, masit zgjosh, po pa tjetër për, sidomos për gratë, pasit hanë diçka, sepse rrit kortizolin të shumë njerëz nëse është në lukë thatë, gjithashtu çaj gjelbërt edhe çaj ziqe për mene. Edhe kafja në përgjithësi është sen pozitiv, po normal jo kur të pihen 5-6 kafe Po të qaj ju të frimin, si çdo sen tjetër, po veç edhe po është me rëndësi edhe qysh. Edhe të puna e kortizolit, fakt është që e rrit veç që se më prekën në zemër. Se pi kafën më mëngjes. Si të shohës që është ta? Kom Po, lezu. një ide. Mu për vetin bën shumë gjitërim, dridhna, diqysh ma rrit një vandjenje Po, tonë. që mu në kom e sen edhe shumë interesant se ishdo është më kun kafja ka ma shumë kafein se qaj gjelbër, po me sa ko mujt me ledzu, adaptohet trupi mas një kohë. Nëse vazhdimisht jetu e bot njëtin sen, adaptohet edhe nuk është që shkakton problema ndej të pjesa e kortizolit, kështu që po, e bën një rritje, po nëse jetu e bu vazhdimisht, të shumë njerëz mundet mos me qenë problematike. Po, jo se pi gjithë mbarë këtot, veç është një pisaneve, kështu që ma... Po, është ritual shumë është ritual që po më pëlqen, kështu që pi qajna, po jo ku me ditë sa, as për kafes pi 2-3 kafe në det maksimumi, po prap se prap është diçka që si shije më pëlqen, më me thonë. Bile bash dje me Nova, thash, zona mja njës me ble një kafe pa kafein, se natë te për përhon qef me pi një, po s'po mëj. Cilat janë 3 suplementet për ty që të pëlqejnë shumë me benefitet edhe efektet që i kanë, edhe që ja kësha rekomandu krejtve? Qërës, po thëmë diçka që ja u kisha rekomandu krejtve, se kur vjen puna të suplementet, gjithë është me rëndësi me ditë pse jetu e bu. Une jam për aty në njerëzve që për pos dosaneve shumë të vogla, që është për shambull vitamina D, nëse jetu e hongër një diet, nëse jetu e pas një diet që i ka krejt ushqimet, si jetu hek kur gjo prej grupeve ushqimore, po thuj se krejt mund është mimri ma në të ushqimet, nuk është e domosdoshme me pas suplemente. Vitamina D është një që muj me thonë ja u rekomandoj krejtve, se është një sen që e shohim me thonë 70-80% klientave të me kanë vitamin D të ollë, të ashtuja është se nuk është që më nëshme marrë me anë të ushqimet, dush me unë gëna 7-5 çdo ditë, po edhe atëherë a e merë as e merë dozën e rekomandushme. Na ekspozim ndjell nuk është që kena, atë sidomos gjatë kohës vjeshtës dimrit, edhe s'ka djell, po është vitamina D, edhe atë nojnë atë senet nashta se mos tëmë krejtve ja u rekomandoj, se më varët shumë prap me qka është problemi, po një sen që e shosh që shumica njerëzve kanë nevoj për nëjë lloj magnezit diçka, për shembull dikush ka probleme me gjumin, glicinat magnezit, dikush mund me pas probleme me tretjen, citrat magnezit, do më thonë dikujt i dhamin muskujt, se cila prej këtyne formave bën se kanë absorbueshmëri të nalt, edhe nëse jetu ushtrunë është tani whey protein është të rëndësishme, po çka unë e përdori çdo ditë është për shembull suplementet e kolagjenit, edhe i përdori çdo ditë se ka studime që mujnë me ndihmu për pjesën e lëkurës, për pjesën e nyjeve, eshtnave, edhe në përgjithësi nuk ka shumë studime ose ndaj studim që tregon diçka negative, kështu që është një suplement që e përdori shumë benefite, edhe nuk e kam një gojlje, mos po bëj diçka dam për shëndetin, kështu që qëtojnë nashta 3-4 që kësha thonë, po mandej normal në varët shumë prej, nëse për shembull dikush nuk kam peshk, nashta ja kësha rekomandu një omega 3. Nëse adin krejt në varët prej problemeve që i kanë.
Unë edhe ti pajtohem e kena të përbashkët këto vitaminën D. Definitivisht shumë e ullët të njerëzit në vitamin i cili so vitamin, po është cilët si hormon, edhe ka qatë shumë rëndësi vitale për organizmin edhe për njerin. Na si shqiptar këtë problemet që i kena politike të lefare i këshim pas hekta me pas vitaminën D për 14. Atë zgjidhim ore problemet unë të valë nashta i zgjidhim. Me rritjen e vitaminës D, Kosova hinin BE. U bom njerëz ma të mirë. Me definitivisht po, sepse ndikon në disponimin e njerëzve, në vullnetin e njerëzve, në eshna, në çdo sen. Po për para është mendu që veç të eshnat, ama tash po shihet shumë edhe në që se bile edhe me obezitet, me smundjet zemrës edhe çdo sen, që shumë e rëndësi me ditë. E dy tjerat që unë i rekomandoj, përveç vitaminës D, është kreatina një që kam favorit, sepse që shumë është studiu edhe vazhdimisht veç është ka shkon të na fascinu, do me thonë nuk është mrekulli bërse në muskuj vetëm po edhe në tru, sidomos te nashta dy llojet e popullatës që kishin përfitu mas shumë tipi kreatinës janë gratë në menopauzë dhe populata e moshës së shtyrë. Do me thonë se qaq është efekti ashtu bum, pak sigur shumë i fort në ta, me qenë se nuk e kanë, që me thonë se kanë mësu trupin në kreatin të njerëzit që s'kanë marrë ma herët, po sidomos të këto dy ase. Edhe dykon 3 deri në tash po shkon edhe deri në 10 gram, konsumi që me kalu qatë barjerën në tru, dhe e rrit shumë aftësit kognitive të memorjes, e largon brain fog, ose qatë mjegullimin e trunit, përveç që normal i mon muskujt edhe këtë sen tjetër, kështu kreatina unë jam shumë fan si madh i kreatinës, edhe omega-3 që për mene pavarësisht konsumit e peshkut ose jo, sepse është tregu që e luan rolin sikur antidepresant. Do me thonë nuk konë një diçka që u konë ma për afërta me, do me thonë edhe të largimi depresionit edhe menaxhimi simptomatve të ankthit, u konë ma për afërta me fluoxetinën ose benzodiazepina tjera që janë përdorur për ankth. Do me thonë një deri në 2 gram në ditë omega-3 që përdoret minimum për 3 muaj e ka pasit efekt. Kështu që bashkë me suplementet e tuja, mendoj që definitivisht nëse veç ato janë diçka një shtojtës në ushqim ju zëvendësim, kishin me ndihmu shumë në, sidomos në këto periudha, si me thonë, tetor deri në mars, kur na veç jena pak ma depresiv, na bjen motivi, boter, e qa po diu në qka. Val, faleminderit shumë, ki marrë prap. Faleminderit ty. U kënaqa shumë, ke shumë qëllë dhe besoj që shumë njerës kanë mësu shumë qka prej që këna Po shpresoj edhe one, qëfar do pyetje që kanë? Po. Koment. Po një me kjo pjesa që në gjithë e harroj. Qëfar do pyetje që kanë, do mëni me bo në... Qëfar do pyetje që... rolet. Po, hajt, në të të që kënejna. Falë të që atje. Qëshën ato, follow, like, përcjell, share, subscribe, bravo, në kanalin Rituals dhe Valën e gjeni në Vala Popovci. Vala Popovci, e kështu me radhë. Shihemi në epizodin e radhës.